ka një kohë të gjatë që kanë filluar akuzat qoftë nga prokurorët ndërkombëtarë të ULEX-it kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe nga Tribunali i Hagës, por ajo që opinionin e përgjithshëm shqiptar brenda dhe jashtë Kosovës e ka çuditur kohëve të fundit, janë opinionet e disave, një analisti në Shqipëri ose një publicisti dhe një në Kosovë, po dhe disa të tjerëve në për portalet të ndryshme që pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant të ushtrisë çlirimtare, po dhe heronjë të vdekur i kanë cilësuar si vrasës. Madje ndoshta zbulimi ma epokal pas zbulimit të Miloševićit, që ja thanë takimin e tij Holbrukut, se ishte Adem Jashari, ai i cili i kishte vrarë familjen e tij, edhe një jashtu quajtur publicist në Kosovë, na ka sjellur një fakt, gjoja fakt të tillë ku thotë se Adem Jashari është vrasës me shumë të tjerë. Unë kam ftuar në studio sante veprimtarin Adem Demaci, i cili ka qenë përfaqësues politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës me zyre në Prishtinë. Zotë Demaci, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. A jeni ju personalisht në korrent të këtyre analizave, të këtyre akuzave gjatë kësaj kohës të fundit që në bë, qoftë nga Fatos Lubonja, qoftë nga një analist këtu në Kosovë? Po, jam edhe për këta, edhe për disa tjerë, edhe ma të hershëm, edhe ma të vonshëm. Shikoni, këtu është një ngjarje, një kthesë e madhe e cila po bëhet edhe në kokat e njerëzve, edhe në realitet. Kështu që gjithë ata të cilët në kohën kur duhej nuk e vlerësuan situatën si duhet, edhe u rreshtuan gabimisht, morën në atyre të cilët pranuan të ashtrinë qafën e të kapitulojnë e të pranojnë robrinë, përkundër atyre të cilët nuk u pajtuan me robrinë dhe ishin në gjendje të bëjnë flimet më të mëdha që i kërkon të liria, sepse e vetmja liria s'ka çmim, gjitha këto sende tjera kanë çmim. Ata po e nin veten, po e nin një farë rreziku, sepse me kalimin e kohës po provohet në fakt, në të vërtet, që kryengritja e përgjithshme për liri ka qenë një diçka shumë e drejtë, shumë në rregull, edhe pse në ato momente fillestare me që në politiku krijuan një gjendje jo e favorshme për kryengritjen, sepse në krye të politikës të atëhershme ishin njerëz të cilët kishin qenë dikur ose antar partije të lidhjes komuniste, ose në shërbim të regjimit titist e tjera, bëshin një jetë paka shumë të amële të këndshme, nuk ishin të interesuar të ndërronin atëfar situate, edhe me ndihmën e rrethonave caktuara, në të cilat luajtin rol edhe vetë Serbia, luajtën rol edhe disa rrethona tjera të jashtme, sepse bota e jashtme nuk e dinte të vërtetën e sakt, edhe shërbehej me do informata jo të sakta. Unë tash me këtë rast mund të them për shembull, kur jemi takuar në Qershor, diku në 10 Qershor, 90, me Gjems Bejkerin në hotelin Hayat Beogradit. Aty ishte Zoti Rugova, ishte Vetoni, ishte Bukoshi, isha edhe unë. Në ka thonë hapur që ne jemi të interesuar për ruajtjen e integritetit, të tërësisë edhe të pavarësisë Jugosllavisë. Domthon, kjo ishte në Qershor të 90-s, kur e shihnin edhe vremçat, e shihnin si thot populli çfarë po bëhet. Amerika hala kishte iluzionin që ajo Jugosllavi është e fuqishme, duhet të ruhet e tjera tjera. Unë atëherë u gjeta në një situatë, në atëfar takimi se isha bërë gati për ndryshe, po u gjeta në situatë që ta kundërshtoja një Amerikë në mënyrë frontale nuk shkonte. Atëherë unë thash, po edhe ne jemi të interesuar që ta ruajmë integritetin e tërësinë e Jugosllavisë, po duam të jemi republike barabartë me republika tjera. Edhe i thash, na kemi 200.000 në Sloveni, 200.000 në Kroaci, 200.000 kemi në Serbi, gjysmë milioni kemi në Maqedoni, në
jemi në Kosovë 1,5 milion ma shumë, kështu që gjithë se si neve në atakon Republika, edhe dumë të jemi të barabartë. Gjelë Bejkeri u këthyr vetonin, se për të vetoni ishte aji cili duhet tjepte që ako mira i frya, se unë i frya pak shifrat, pak ma tjepër se që duhet. Mirë po vetoni në atë moment të tregu u ferë, boni me krye që vërteta e këto shifra. Kështu që aji nuk u zemrua, po e vazhdoj fjallën e vetë edhe përfundoj që do më dhënë duhet të mos përpiqemi ta shpartallojmë Jugoslavin, po ta pranojmë që Jugoslavin duhet të ruajmë, e mundohemi të bëjmë disa korrigime të vogla etj. Do më thonë, edhe një Amerikë, me gjitha të shërbime, me gjitha susene, nuk e vlerëson të situatën si duhej drejt, ku ma të tjerët të cilët në njërë nanë kishin një jetë garantuar nga Jugoslavia të mirë, nënën tjetër nuk ju ra keq edhe kur e formuan një farë lëvizje këtu të mrenshme se edhe atëherë e gjetën mënyrën se si tjetonin mirë edhe e thirrnin popullin që të ullë kokën, mos provokoj, se na vrasin për 24 ore tjera, dhe ta frigosh popullin është shumë ma letë se sa ta trimërosh popullin. Kështu që u bën një shumicë e madhe e njerëzve e cila i pajtoj me atëfar situate, vetëm ta shpëtonin shpirtin e vetet mos hynin lufte tjera. Kështu që këtu i kemi pra ato meturina, ati mentalitetit të atërshëm, të atyre njerëzve të cilët u mashtruan, edhe po them që u mashtruan nuk ishin shumë faj, sepse ishin rrethonat e tilla që shumë u mashtruan, po ishte edhe një pjesë tjetër e cila nuk mashtruaj, nuk ishte mashtruar, e ishte e sigurt se nëse do të mrim ta fillojmë luftën e ta derdhim gjakun, bota nuk do të mund të qëndrojë durkryq, do të bëhet bota me ne, do ta kuptoj bota me të zezat që do të na i bëjë Serbia, do ta kuptoj bota se ka punë me një regjim me të vërtet fashiste e qetnik ashtu si i thonim ne, edhe dal nga dal do të ndryshojnë qëndrimet e tyre. Dhe në këtë vorbull të madhe, në këtë vlim të madh që ndodhi atëherë dhe që tash po definohen intereset, a je me kryengritjen, a je për një Kosovë e cila do të jetë pjesë e Evropës lirë, a je me një Kosovë e cila do të shkoj për para duke u miqësuar me botën edhe duke mos lejuar që të cenohen intereset vitale të këtij populli, apo do të jemi prap me melshime, ashtu si ishin gatshëm të bënin ata të cilët nuk morën pjesë në luftë. Disa besa edhe drejt për drejtë sabotuan, jo i quishin banda, jo i quishin grupi, jo thëshin s'ka ushtri. Disa herë unë sa kam qenë përfaqësues politik i UÇK-s, kanë ardhur delegacionet huaja, kanë thënë ne po dom zotnimin na quhet ti neve në lap edhe me pa atja ka ushtri as ka ushtri. Po bre zotri, nesër shkojmë. Edhe nesërmet shkojshim, e vizitojshim zonën e lapit, dilte atje remi, dishin komandant atjerë, pa ishin një ushtri të rregullt, pa ishin një organizim. Jo s'po na mjafton kjo du me shku pagarush. Hajde shkojmë edhe pagarush. Shkuam edhe atje rregull, edhe atje ushtri. Ka u kthyem një zotri, u legjitimua, tha unë jam kolonel, tha i marinës amerikane. Tha edhe unë kom pas informata krejt tjera për këtu që s'ka as ushtria, s'ka kur gjane e kënej. Tha unë u habita, tha çka pash këtu? Tha zotri, ju po e shihni vetëm një pjesë të asaj që mund të shihet, sepse kryengritja ka marrë hovë, teritoret mëdha jemi shlirume. Mirë po, na nuk mund t'ju fajsojmë juve që merrni informatat gabuara, sepse po e shihni edhe vetë që në fund i ratën fije që duhet pyetni aty ku duhet që mund të bindeni edhe vetë, duke shku, duke pa, e duke nejt me njerëz e duke biseduar me ushtarë me tjerë. Kështu që këto e në ato meturina që kanë met edhe të atyre që dikur kanë pas do far interesesh, edhe të atyre të cilët sot po mundohen të lvyren disa qarqeve ndërkombëtare, të cilat edhe ato e kanë një farë lloj nostalgjie për një farë Jugosllavie të atërshme edhe nuk po ju përshtaten bashkë situatat ashtu si kanë menduar, ose pse po duan të jenë original, sigur miku im Fatosi, unë atë njeri e kanë çmuar shumë, edhe kom menduar se ka kapacitet intelektual i cili
do të jetë në shërbim të kombit, ka bo edhe do burgje trona, kohën e vetë, mirë po kësaj herëm ka dëshpëruar shumë, sepse të flasish aso fjallësh, fjallë të rrugëve, fjallë të kafehaneve, fjallë të burimeve, të qetnikve edhe të regjimit të Beogradit, të përflasish ti edhe të identifikohesh me ato, me Carla Del Ponte në do tjetë të cilët kanë hangën me miliona pare të Serbisë edhe jënë gjendje ta bojnë edhe zezën të barë, e të mos mërzitën fare që koritën, sepse janë laviros, atë shumë njerëz në atë farë botën kapitaliste, atje sa që për pare janë gjendje ta shesin ftyrën e vetë edhe smërzitën fare. Kështu që mu më vjen keq për Fatosin. Këtë zotrin tjetër Arbenin nuk e njoh personalisht, nuk e di, po mendoj se edhe këtë duhet të takoj këtyre qarqeve të cilat në një mënyrë se një tjetër, ku me ditë qëfar interesesh e lidhin atë, po, për hesapin tim, këta jenë një pakicë. Po, e kje që është që këta të paktit e kanë sherën e madhë, sepse ata që s'ne duhet të mirën, këta i marrin për burime, ja që ka po thot Fatos, ja që ka po thot këtë tjetëri. Kurse që ka thonë me qinda tjerë, nuk i bojnë në sa fare. Kështu që kryojnë do farë pështjellimesh, do farë mjegullash, të cilat nuk i shkojnë në interes të Kosovës. Dhe e vonojnë procesin e Kosovës. E likshtojnë kvalitetin e politikës tonë. Sepse në njërën anë kemi Evropën e cila me çdo kusht po mundohet Serbinë ta disiplinoj, ta fus në vallën e shteteve evropiane, të bëjë që ata në fund të pastrojnë vetë duke hyrë në këto strukturat evropiane dhe të largojnë atë qetnikizmi që ende është mjaft i pranishëm në Serbi dhe për fat keq qetnik prak po kthyen pushtet, u kthye djali Miloševićit, se është ai dashi që sikur të jetë djali Miloševićit. Nikoliçi ka qenë vetë dihet me Sheshelin, domethënë u kthyen prapë në pushtet dhe po del problemi që çfarë bën këta miqët tanë. Me ke luftuan dhe kush ju erdhin pushtet prapë. Me fjalë tjera, krejt këto veprime, lëshime të pa parim që i bën miqët tanë, për cilët ne jo një herë, po gjithmonë kemi qenë të gatshëm të vdisnim edhe kemi vdekur, edhe sot jemi të gatshëm të vdesim. Po na krijojnë probleme që po na shtin turbulenca këtu brenda të njerëzit tanë, të thonë mërë çfarë po bojnë ta Amerikanë, apo opinion, apo e din ta kush janë ta qetnikla, kush kanë qenë, çfarë kanë bërë Amerikë. Domethënë i kanë disa interese, të cilat po bëjnë që të mos i shohin do interese tjera më afatgjata. Këto janë interese shkurta, ata po doin ta fusin, ta ndajnë për shembull Serbinë nga ndikimi rus, mos ketë ma Rusia mundësi të përzihet e të lëvizë nëpër Ballkan, po thonë unë. Kjo ka qenë ajo klasike. Edhe prandaj edhe po i bëjnë lëshime në kurriz të shqiptarëve, duke na detyruar neve që të bisedojmë me ata që po thonë, edhe s'po thonë veç një herë, po për çdo ditë po e përsëritin që as se pranojmë, as kur do ta pranojmë Kosovën e pavarur, po na detyrojnë neve të shkojmë të bisedojmë me ata, e nënshkruajmë marrëveshje me ata, të cilët po na thonë që nëse Euleksi largohet prej këtu, ato marrëveshje bien më njëherë. Domethënë, me ke po e nënshkruajmë ne atë marrëveshje. Me ke po na bëjnë që po na detyrojnë ne që të shkruajmë marrëveshje, të cilat pas ka mundësi që dikush me gishtin e vogël të fshijë për brenda 24 orë atë marrëveshje. Kështu që unë kam vërejtje të mëdha për këta miqët tanë, të cilët nuk po di se ku e kanë cakun. Nuk me di sa fitojnë ata. Përvojat na kanë treguar që kemi përvojë një Greqi, një Qipro, një Rumani, një Spanjë, e tjera të cilat po i kundërshtojnë shumicën dërmueset shtetet evropiane lidhur me problemin e Kosovës. Ta fusësh ti edhe një element i cili gjithashtu është më turbullues se gjitha këto tjera të bashkë, nuk po e shoh në i farë interesit madhë. Ndoshta ne nuk jemi në gjendje dhe të shohim ato sene, sepse ne po i shikojmë punë nga prizmi ynë, po i shikojmë punë nga interesi i Kosovës, ndoshta ky interes ynë na i mjegullon pak punën që t'i shohim drejt si duhet. Mirë po, ne me aleatët tonë, Amerikën rend parë dhe shtetet kryesore të Evropës, Gjermania, Anglia e tjera, Franca besë na kalon një kopil të dera këtu punën e kësaj Kosovës veriore, se na lejoj që
me praninë e vetë që të sërbizohet ajo pjesë që s'ka qenë kurrë sërbizuar, asë në kohën e sultanave, asë në kohën e kralave, asë në kohën e Titos, asë në kohën e Miloševiqit. Do mund na qiti në një situatë që ne tashti të hymë në bisedime për tokën tonë, edhe të hymë bisedime me ata të cilët po thonë na s'ju pranojnë. Edhe po detyrohemi ti pranojmë disa lëshime, të cilat nuk janë të vogla, komandantin e policisë ata ta emërojnë, të mos guxojë ushtria jonë të hyjë në atë territor, gjyqjen ta kenë ata të vetin, me fjalë tjera këtu një farë autonomie po krijohet, një farë autonomie e pa quajtur, e pa emër e tjera. Krejt këto lëshime atyre të cilët nuk i meritojnë të lëshime, nuk i kanë merituar të lëshime, me 4 luftra gjakatare kanë vërtetuar që nuk i meritojnë, dhe prap, do më thënë, po krijojnë një farë habije, po krijojnë një farë situate, një farë pikpyetje të madhe të ne shqiptarët në rend parë, po edhe të shumë shtete tjera evropiane ku po shkojnë, si po shkojnë, çka po ndodh kjo punë. Ç'është kjo Serbi, kështu që po i bojnë këto lëshime kaq të mëdha e kaq pa merituara në kurriz të një populli martir, sikur që është populli ynë tash 100 e sa vjet. Kështu që po them këta që po thonë ju analista e kështu anë kënej. Do më thonë jenë këta njerëz që e kanë hupu udhën në borë, që po harrojnë se çdo kush është ka mundohet për interesin e vetë, dhe ti kur ke drejt, edhe heq drejt nga e drejta jote, për t'ja bërë qefin një të pa drejti, kjo është një dëshpërim i madh, dhe unë mendoj që ata njerëz në të ardhmen kanë humbur shumë. Me këto qëndrime, edhe njëri, edhe tjetri kanë humbur shumë dhe kanë frikë se i kemi humb këta dy intelektual, e kanë humb vetën, dhe kur të humbësh vetën s'të shpëton askush. Po çfarë bëjmë? Ne jemi mësuar me këto farë humbjesh, nuk janë të as të parë as të fundit që kanë shkarë në qëndrime. I dim ne ato të kohës, Ali Shukriu, të atyre tjerëve të cilët e disa tjerë që ishin, të mos i përmenim emrat e tyre, që merrnin anën e gabuar dhe atëherë populli ata vdesin për popullin. E të vdesësh për popullin tënd është një punë që nuk kompenzohet kurrë. Kështu që nuk di çka të unë, po them prap, ndoshta unë jam prej atyre i cili mendoj se njeriu sa të jetë gjallë ka drejt të përmirësojë gabimet e veta, ka drejt të korrigjohet, ka drejt të shohë. Dhe burrëria nuk është që të mbrosh një qëndrim të gabuar që e ke pas, veç pse e ke bërë një herë dhe tash të mos heq dorë nga ajo po. Burrëria është që të thush, valla, unë e kam vlerësuar gabimisht, pas kam qenë gabim, po kjo doli ndryshe, shoqëria doli ndryshe, interesi i përgjithshëm fitoi, unë humba se e vlerësova gabimisht, edhe ti bashkohemi popullit. Të bashkohemi se sot është situata kur na duhet bashkimi konkret në vepër. Kur ma tepër se sot nuk kërkohet prej nesh bashkimi konkret. Dhe sot të krijosh furka, të krijosh ndasi, të krijosh përçarje, nuk është nder, as nuk është politik, as nuk është adetarizëm, as nuk është madje edhe ata për të cilët dikush prej tyre po mundohet. Edhe ata nuk i duan, ata që se duan veten e vet, që se duan kombin e vet, që se duan të drejtën e vet, sepse ne jemi në drejtën e Zotit. Sipas këtyre po del, jo këta janë vrasës. Adem Jashari pas ka vrarë familjen e vet. Pse? Sepse ka luftuar për lirinë e vet. Domethënë gjithë neve që kemi luftuar për lirinë tonë, të popullit tonë pas qenë ky vrasës. Pse? Mos miri pas ka qenë, shtrije qafën, rëni urt, le ta shpërngulin serbët për Kanadë, për Australi, për anë, për këndej, le ta serbizojnë Kosovën ashtu si kanë plasën e tyre, që kjo pas ka qenë politika. E s'pas ka qenë politika që të derdhim gjak për lirinë tonë. Kështu që dalin qesharak, po qesharak tragjik dalin këta njerëz. Si pas tyne edhe ju jeni fajtor, se me pas najort së të kësh burgos Beogradi. Unë jam fajtor, sepse mos pari këm dalin për Prishtinë 3 herë në ditë, edhe këm kërkuar të më vrasin. Bashkë me motën time, do më thonë kisha qenë edhe vrasi i motës time. Po, çmimi ishte, po them për liri nuk ka çmim, vetëm gatishmëria për të vdekur, ashtu si ndodhi, bëri që bota të kthehej me ne, që bota ta kuptoj që jemi popull i vendosur që ta fitojmë lirinë dhe nuk do të kënaqemi me kurfar autonomie.
Kjo ishte ajo e cila e bëri Amerikën e Evropën e të tjerë që të ndërronin politikë, që të ktheheshin edhe ta kuptonin se kush është Serbia dhe çka është Serbia dhe çfarë po do Serbia. Kështu që unë i kisha lut këta që kanë nge të merren me këto Facebook-a, me këto sena në këne poshtë pjetë. Para se të marrin qëndrim kur është fjala për interesin e kombit, kur është fjala për lirinë e njerëzimit, sepse ne kemi luftuar për lirinë tonë, po edhe për lirimin e një pjesë të njerëzimit, të matën pak se çfarë flasin, edhe të matën pak se çfarë qëndrimi po marrin, sepse u jesin njolla të pashlyer edhe nëse dikush don ta humb vetveten, s'mund ta shpëtosh, ne s'mund ta shpëtojmë. Qofse dikush më sulmon mua, ka mundësi që shpëton, po nëse vetveten don ta vras, çka ti bësh? Se shpëton dot. Kështu që e mira e kombit edhe mira atyre është që të mendojnë mirë, të analizojnë gjërat mirë, të analizojnë gjërat shtruar dhe të rreshtohen atje ku është interesi i kombit, sepse interesi i kombit tonë është edhe interesi i gjithë njerëzimit. E tash të prishesh me kombin tonë, të prishesh me gjithë njerëzimin, për do inatet tua ose për diçka kështu, nuk është politik, as nuk është nder. Kam qenë para disa mujve të një miku personal të Jim Gjema në Amerikë, kemi qenë zbashku me Elmi Berishën dhe disa tjerë. Më kalo për shtypje se edhe ai kishte dëgju lafet e tilla se gjoja Adem Jashari nuk ka dashur me largu familje në ndej këndej. Kur i spjegova unë se 22 antarë të ngushtë të Adem Jasharit janë vra, ndërsa në krejt lagjen si tërësi janë vra 52. Tani këta analist arrin ta kuptojnë një diçka se Adem Jashari pas ka arrit krejt lagjen me rrethu, mos me lon njerëz me dal. A mendojnë këta njerëz pak tek përgjegjësia fjalës publike? E keqja është tu që s'mendojnë, sepse ku është genialiteti? Ku qëndron genialiteti i Adem Jasharit? Ku qëndron heroizmi i Adem Jasharit? Heroizmi i tij qëndron pikërisht që ai e ka vlerësuar drejt. Unë për shembull nuk e kam vlerësuar mirë, i kam pasur fjalë Recep Dalduri, Recep Ukën ja kam pasur unë atëherë në Od, ka shku ka fol me Ademin. Unë i pata thonë, thuaj Recep, që kjo ishte provë për juve, pasi që e bën atë provën e parë. Po. Kjo ishte veç të shohin sa një ju të vendosur, edhe tash janë ka përgatisin, ata janë të vendosur që atë bërthomën e kryengritjes tonë, sepse ata mendonin që është vetëm ajo bërthoma e Adem Jasharit edhe s'ka tjetër. Edhe thoni do ta eliminojnë. Kështu që i pa ta thonë, thuaj Ademit, ata që e kanë ndërmend ta vazhdojnë kryengritjen, le dalin tash nga rrethimi sa s'është mbyll rrethimi. Le t'i lanë ata që duan të rrinë, po ata që duan të mbeten duan ta bëjnë një qendresë të madhe e cila do të shënohet si qendresë e madhe. Ademi kishte pason Recepit ndjerë, thot, bedi që apo do në baci Adem. Po thuj baci Adem, kofë që i kune, si jetë kërkush në prekaz. Dalin tonë, dhe s'ka kush me bona të rezistencë që po thuhet ti me drejt që duhet me bona. Kemi vendos me metë që tu dhe qysh e ka qurë Zoti le bona. Kështu që vetëm ai flijimi madh të cilin e ka bërë Adem Jashari, familja ti, 3 gjeneratët. Vetëm mas ati flijimi ne nuk ishim armë me ju dhonë atyre që ishin të gatshëm me marë pjesë në ushtrinë tonë shtetërore. Do me thonë, deri atëhere vriteshin do bashkëpunëtor të okupatorit, boshin do diverzione, boshin do bomba, boshin anikne, po ende qytetim, ende si shte flaka. Pas asaj, unë des flaka. Pa atë flijim, madhështor e hynor që e ka bërë Adem Jashari, vështirë se do të mund në atë kohë të fillon të ndoj kryengritje serioze. Sepse ende kishte ndikime të jashtme, ende kishte ndikime që mos e na qojnë peshe, na qojnë gjytëre, na mysin e na vrasin e tjera. Me atë akt, Ademi, Shabani, Hamza, gjitha ato nona tyne, gra tjera, ishin bindur se vetëm në atë mënyrë mund të vetë në lëvizje ajo energji e fuqishme e cila blokohej pe atyre të cilët ishin të gatshëm ta pranonin kapitulimin. Edhe ashtu ndodhi. Kështu që ti thuash ti që ai vrau, jo, ai boni kurban, e boni veten edhe me fëmijë, me familje, me krejt, u bë kurban për këtë popull, u fliu për këtë popull.
Dhe pa ato flijime nuk do ta kishim ne sot, as do të mund bisedoshim ne dy këtu, as do ta kishim këtë që kemi, edhe pse kemi vërejtje të shumta që nuk ende si realizuam krejt ato kërkesa që duhet e që i meritojme e që do t'i realizojmë një ditë. Po, ajo ishte ai flakadani i madhi cili i kalli zemrën djalëshare. Edhe erdhi situata që edhe bota u bind. Ju e dini sa projekte njerë ka pasar dhe Gelbarti këtu me një mision për ta bërë një farë autonomie për Kosovë. Ju kujtohet juve kur bisedoj me Rëgorin, me këta tjertë, më patë ftuar edhe mua atje në atë farqendrën amerikane, kur më patë thonë mua që ke lej terroristik organizator, më i thash Liberation Organization, da e terroristik 3 herë dhe u që unë kom deshti me thonë që u kryu mua bjeti. Me fjallë tjera, as atëre hala nuk ishin të bindur Amerikanë që ne jemi të gatshëm për ta fituar lirin. Duhet jepshim diçka shumë të madhe, shumë dukshme, shumë konkrete, për t'ja u qelë sytë edhe atyre mizvetan që ishin Amerikanët të tjerë. Pa këto flime, pasi që u bon këto flime, erdhen korrigjimet e Amerikanëve. Jo, thane kemi këshyrë, thane atë parasishim, edhe nuk e gjetëm kërkunisht organizatën, u që kërë nuk e gjetëm si organizatë terroriste, po se pjetë. Pasi që dështoj edhe përpjekja e Holbrukut, prap edhe a i boni përpjekje të ndalë të luftën, të na qonë të qenë të dike. Gjallin ata njës du t'jo për menem, po ta qonin këtu, ta bëni një farë qeverie, Kvislinge këtu, ta qonin me Milutinovicin në Beograd bisedoj, ta nalë luftën, ta bëni një farë autonomie, edhe t'japin fund këti problemi. Holbruku ishte i enkuadru këtu, nuk ishte hajgore, punë të mënë, ende Amerika prap hala me ndonë të që mërën nëse t'ja mujna të shqiptare për të vetan e këti për. Do mënë kemi qenë vazhdimisht në prova që duhet t'jep një prova, vazhdushme, për ta bërë me vete botën që ta kupton të që ky popull e meritu ka lirin, është i vendosër që ta fitoj lirin, nuk shikon sa do të kushtoj e lirin, edhe pra ndaj duhet ta ndihmoj. Edhe ndodhi ashtu si ndodhi, edhe intervenuan, edhe me të në faqe bardhe edhe ata, në ndihmun edhe neve, po pa luftën tonë, pa gjakdelen tonë, pa vendosmërin tonë, s'do të përzije askush, sepse nëse ti si e i gatshëm për lirin tonë të luftosh dhe të vdesësh, pse të vdes ai kojshia tjetër aty larg ose ai katuli tjetër? Kjo është krejtësisht normale. Edhe kjo është ajo historia e vërtet. Po këto që ka shkruan e folën, mirë, unë jam për atë, që njerëzve të lejohet që të flasin lirisht. Të lejohet të shkruajnë, të shfaqen në televizion gjithkund. Pse? Sepse populli duhet të njohë kush janë ata e kush jemi ne. Edhe sot me këto mjetet mëdha që po bëhet, nuk është mënyrë mi ambyll gojën tjetër. Shumë e mirë është që garantohet fjala lirë, le të flasim. Edhe shtremt, edhe kështu si flasim. Vetëm tregun mediatik, baci Adem, kush e kontrollon më shumë? Po shikoni, a kjo fora e flliqt e Beogradit? Fatkeqësisht kemi hala që na kanë mirë. Disa tjerë të cilët kanë punuar edhe atëherë, punojnë edhe sot dhe poshtë pjetë. Nuk mund t'i barazojmë tash të fëmijët e atyre të cilët kanë qenë dikur në regjimin e Titos Aneksesi, këta janë fëmijët e tyre, por nuk do të thotë që fëmijët e tyre duhet me qenë patjetër me vazhdu në atë vinë e babës e tjera. Po është e keqja që shumica për tyre në një formë e kanë ndihmuar. Kemi në disa gazeta që kur plasi kryengritja botoshin gazetat me figurën e Femi Ladrosit, me dite, me kështu, me anë. Domthon, kemi disa përpjekje që të bëni diçka edhe për anë e kryengritjes, po shkoni si duke prekur. Të shojmë apo fitojnë, as po fitojnë, po le na gjinet edhe kjo e tjera. Po, duhet të them që ajo pjesa që ishte e vendosur të vdiste, nuk ishte njëjtë me ata që mundoheshin të ndihmonin diçka, po të harunin veten. Ka pas disa, nuk duhet t'i përmend emrat prapë, sepse nuk jam i interesuar t'i vras njerëzit se edhe fjala vret. Ka pas disa që u kam shkuar në zyre, u kam thënë, sot janë, njëri është në një nivel të lartë, tjetri është ende i fuqishëm mediatik e tjera. Thash unë e mora përsi për të bëm përfaqësues i përgjithshëm politik i UÇK-s. Po këtë punë nuk mund ta bëj vetëm. Unë kërkoj ndihmë edhe prej jush, të vini një ditë në javë, të më këshilloni
çfarë shihni, si duhet t'ja bëjmë, tek duhet t'ja bëjmë. Unë atëherë kam pas 12 këshilltar. Gjysa për tyre veç më kanë vdek. Edhe nuk janë. Tha jo, baçat, tha nuk mujmë, tha po nëse ndigjojmë diçka, tha do të kallëzojmë ti kurrë. As më thirrën, as më treguan gjë, as kurrë. Me fjalë tjera, ishin me dy mende nuk i shërbehet kombit. Kështu që ka ajo fare dikush me kambet ende, po ajo tash është aktivizuar më fort sepse po e sheh që po i vje fundi. Sepse vedia e këtij kombit tonë, e popullit tonë, megjithatë po ngritet. Pavarësisht që ne jemi të kënaqur, ne duam me pas një popull të vetëdijshëm, fort që s'kemi nevojë ti marrim shumë konferenca, fjalë poshtë pjeta ne po ditë orientohet si duhet. Nuk e kemi. Mirë po, dal po bëhet. Po vinë njerëzit edhe po bën gjithnjë më të vendosur, po bën gjithnjë më suqel, po bën gjithnjë po e shikojnë interesin, po e ngrisin në kam kriterin të cilin e robrusit e mëdhej na e rëzun tash 2000 vjet. Po e ngrisin kam kriterin e kombit. Dhe këta që kombin e shesin punë e madhe për do pare, për 1 miliona, gjysmë milioni, apo është pjeta në kënej do sende që mund t'i marrin, këta po e njën vetën të rrezikuar. Kështu që këto e, po them, në këtë farë abnormaliteti tonë, këtu është një diçka normale kësisht, nuk po e marrë fort tragjike këtë parpune. Pra ndaj po them, duhet lejohen që njerëzit të flasin lirisht, ta thonë qëndrimin lirisht, edhe ju që jeni si media duhet t'iftoni. T'iftoni urnës zotni, fol, qka ty ta merr menja që po vlen e s'po vlen. Edhe thuaj qëndrimi ta. Vetëm atë lejohet ty, për shembull, se unë këtu spajtoj në mënyrë absolute me ty, për shembull se unë si ftoj ata dhe 2000 vjet jetë me i pas, por kur të kishte na emision ftoj. Unë e ftoj njeriun i cili mbi bazën e fakteve, mbi bazën e argumenteve ma thot një mendim. Por, a mund të aftoj unë në studio një njeri që thot jam shkrimtar dhe më thot instikti i brendshëm që Adem Jashari ka qenë vrasës, Samil Ushtoku ka qenë vrasës, Remi ka qenë vrasës, Femilla Druvci ka qenë vrasës, mund ti mendon se duhet me iftu njerëzit e tillë këtu, apo duhet me iftu në shtime? Ja, unë mendoj se duhet me iftu këtu. E në shtime? Shtimja nuk regullon kur gjëq. Shtimja veç mundet me tranu edhe ma shumë se sa që i trenë. Po vetëm unë mendoj se detyra e medjave është që ta pasqyrojë gjendjen e vërtetë. Detyra e medjave është që të ndajë shapin prej sheqerit. Detyra e medjave është që të ndajë ata të cilët me fakte, me punë, janë me kombin, janë me interesin e kombit. Edhe ata të cilët i shikojnë intereset të tyre të ngushta, grupore, partijake, etj. Kjo është detyra, sepse nuk mundet një individ shqiptar t'i njohë njerëzit, po kur ja qëtë një media, si që është kjo juja, edhe ato të tjerë, që unë për shembull pajtohen plotësisht me këta të KTV-s, i thrasin të gjithë, flasin edhe ata, ne edhe këndej, edhe ti keni pasqyrë për atë njeri, kjo është Zoti i madhe ka krijuar këtë media për me pas mundësi njerëzit ta njohin, sepse këtu nuk ka, jo po flet ky kështu e po thot ky tjetri kështu. Ai po flet vet. Pse ti frigohesh prej atij i cili s'ka drejt ta thot mendimin e vet? Lere le ta thot mendimin e vet. Përse? Ti i bën shërbim të gjithë atyre të tjerëve të cilët janë me dy mendje nuk dinë marrin. Nashta nuk është basha çaçi poshtë, kështu që po të bina në gjë. Prandaj detyra e medjave, e gazetave, të gjithave është që t'u japin mundësi dhe hapësirë. Këtu është vlera e fjalës lirë, e të mendimit lirë. Këtu është vlera. Që ai po flet në emër vet, nuk po flet në emër tuaj. Po flet në emër vet, ti je media, ti je pasqyrë, edhe ke qit pasqyrë. Unë në popull, këtyre që të njeri, ose këta njerëz, edhe ti mendo vet. Kështu që nuk ti spajtohesh me mua, po s'ke drejt. Okej, vetëm tash kam ta bën një pyetje. A lejohet në Evropë, a lejohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që më ul njeriu në studio dhe më thon, ata ushtarë amerikanë që e kanë vrarë Osama bin Ladenin janë vrasës, që flamuri amerikan është leck, që deklarata e pavarësisë të Amerikës është një paçavure, që shka thonë për shembull Fatos Lubonjo që deklarata e pavarësisë 1912 është paçavure, flamuri është leck.
autostrada na ka prish gjelbrimin, se imagjino ti çfarë hajvani, njët vetë si ka ro kur dhe në koks nuk ka kos, atu s'ka gjelbrim kërkun, krejt në përgura, i ka ro në përgura autostrada. Shiko, A lejohen gjonat e tilla në Amerikë lejon, ka që e kallin edhe flamurin e vetë. në rrugë, po? Në rrugë dhe. Ka që flasin çka donë, shkojnë flasin, shkruajnë çka donë, qesin karikatura çka donë. Ajo është fuqia e Amerikës. Ajo është fuqia që ti, si individ, ki drejt me folë çka dush, në emën tonë, flet, edhe nuk të prej kërkush, në qovë se ti nuk i kërcënon me jetë dikuj, nuk i bon dam konkret material dikuj. Kështu që, mëse në qëmët i Amerikën, s'ka ati këso fashtë të ngesër që shpëtu ti. Edhe në Evropë. Ka dhe në Evropë dhe në Amerikë cenzur mediatike. Ka cenzur, por për këto mendime konkrete ti që flete, vlerëson diçka tjetër, nuk mu të kërkush, mundet me pas në qovë se shpif. E kjo, se shpif. për shpifje po flasë. E ti po flet pe shprej mendimin tonë që pse pas ka qenë vrasës, sepse nuk është dërzue, s'ka pranue me kapitulue, edhe ka pranue luftën, ka pranue me flijue grune vete, nonën e vete, babën e vete, fmit e vetë, për këtë që s'po shetë gjonë. Ma që adem, ata citojnë pjesë shkrimit e analizoj a është shpifi, a është opinion, se opinioni është tjetër, mund të thotë dikush opinioni im është, që adem Jashari u ko ma mirë me morë familjen e me ikë në Shqipni, ajo është opinion, regull, për në dëgjët që a thotë në shkrim për shembull për Sami Lushtakun. Vrasës është Sami Lushtaku, i dënuar e i burgosur një kohë, momentalisht i akuzuar për krime lufte, pres, saktësisht vrasjen e një civili gjatë luftës, si dhe keq trajtim të civilve. Nuk e ban citimin e aktakuzës, po kjo është konstatim shpifes. A lejohet një gjë e tillë? Kyre të na po lejohet, sepse ne nuk e dia ka pranu kuvendi ynë që qofë se shpif diçka, përgjegjesh. Ju se ka pranu? Halo, na jemi shteti që gjithashtu nuk është pranue hala ligji për origjinin e pasurisë. Do më thonë mundesh me vje dhe mundesh me bo qka dush, në qofë se nuk nëzinesh, nuk e qënë kërkush më larga të farpune. Po unë po thëmë, opinioni im është, mendimi im është, ma mirë është të lejohet qoftë edhe shpifin, e flasin gjëra pa lidhje hiq, se sa të mbyllet njerëzve goja. Sepse në atë mënyrë ne s'mund ta njohim njëri tjetrin. S'mund dim na kush çka mendon e tek mendon e si mendon. Na kemi shumë nevojë me ditë kush çka e çfarë mendon. Kështu që unë i falenderoj këta, edhe në një mënyrë vetëm se mdhimsen, që po e humbin veten, po në një mënyrë ta po i bojnë shërbim krijimit edhe përparimit të vetdijes tonë kombëtare, qytetare me qëndrimet e tyre. Kjo është shumë edukative për me pasi kur ti thush ti i ka vrarë fëmijët e vet. Kush i don më shumë se baba e nona fëmijët e vet? I dashkim na më shumë i paskim dash fëmijët e Adem Jasharit e babën e nonën e Adem Jasharit se sa dikush tjetër që bedeka. Tregon hipokrizinë e vet. Edhe çaq human tregon që pas ka dash na shqiptarët me kapitulue, me u dërzu serbis, veç mos më vra kërkush, edhe mos mi vra fëmijët tonë, mos mi vra djemt tonë, mos mi vra. Do me thonë një qëndrim krejtësisht i deplasuar edhe një qëndrim krejtësisht i paven. Po, këtë punë ti duhet të lejosh që a i ta shkruj, a i ta thot, që të mund është ti me citu si ku që po citon tash. A mund se lejoj? Ti nuk lejon, son jam diktator. Nuk lejon ti se po donë me mbrojt popullin pej do ndytësirave që po i gjun dikush. Me falë, tash ka me ta sjell një argument që ka me ta këthy edhe ty mendje. Të shojmë. E ke njoft shumë mirë Branko Sallaj, ministrin e informatave të Tuxmanit, që ka jetu në Suedi dhe në kohën e luftës së thirr Tuxmanin në Kroaci. Thot, filloj lufta, të lutem, qësh i ke lutë te këta pelivanat këto për me të ndihmu për këshilla, e që s'kanë guxu me ardhë, a e ka lëshu Suedin edhe ka ardhë, kur zbret në Zagreb, në aeroport e lexon një listë. Thot, filan radio mbyllet, filan gazeta mbyllet, filan televizioni mbyllet. Edhe këta i thojnë gazetarë, qëshmëre ti po vjen nga shteti ma demokratik në botë, edhe po i mbyll. Thot, më falni, është lufta në Suedi, a në Kroaci? Ta nëmë po ta baj një pytje. Ne, përderi sa jemi në shtet formim e sipër, përderi sa akuma nuk jemi shtet, përderi sa
një pjesë e madhe të territorit të Kosovës nuk kontrollohet nga qeveria e Kosovës. A lejohet tash që çdo njeri që ka të teket, shkruhet, flaset, akuzohet shpif? Unë mendoj se duhet të lejohet edhe ne për këto vështirësi që po i numëron ti që janë fakte, që janë evidente, që to vështirësi, e që to pragje që po na qesin, që to cunga që po na qesin rrugës e tjera. Ne për këto vështirësi populli ynë po qelikoset edhe po vedisohet edhe më fort. Ty ra hunë buze, ty thyje dore koma në knej, edhe më shumë po vedisohen se sa ta ketë një farë me imbrojt dikush. Shikoni, edhe në shëndetësi, tash doktor Sion po porri ka erë me doktore po lexoj diçka. Edhe në shëndetësi, nëse e kije situatën sterile krejt, pa bakteri, pa mikrobe. Je shumë i rrezikuar një diçka të vogël me pecë, s'ki mbrojtje, s'ki imunitet. Kështu që i populli ynë po imunizohet me këto çka ty po të pengojnë edhe shumë tjerëve, me drejt po i pengojnë. Po unë mendoj se ne për këtë flak, ne për këto mundime, ne për këto zeza që po na njekin, ne do të mujmë me mri me kriju një popull i cili mas 5 vjetë, mas 10 vjetë ka më në marrë lakmi i bota, se s'ka me mujtë me manipulu kërkosh me neve se populli ynë ka mu vedisu dhe në shkallë, sa që se kretë problemi ynë është me mri, krijojmë që individi të mendoj me kokën e vetë. Ne ala kemi atë punë që valla katuni po voton, hajtë edhe unë të votoj. Ne duhet të largohemi nga ajo punë e turmës. Bën turma diçka edhe ne të bën diçka. Çdo kush duhet, qytetari, duhet mendoj me kokën e vetë. Ti analizoj punët mirë edhe të marrë qëndrim si duhet. Kështu që këto e ato prova ajo shkolla jonë konkrete. Shumë e rëndë, shumë e vështirë. Po të kuptoj u ty. Ti po e donë popullin tënë, po më në është të ambrojsh popullin tënë. Po nuk po e mbrojnë këtë mënyrë. Le popullin le të përleshet me këto sene. Edhe a i ka medalë më i fortë se sa që duket sot. Qëllimi ytë është që populli ytë tjetë i fortë, që popullin tënë mund të manipuloj kërkush. E pa i kalua këto shkolla, këto prova, nuk mund të fitoj. Fëmija i vogël pa e prek koftorin e nëzit, nuk e di qka është nëzit. Gjila, tjetër herë, mazë, ashtë stofti nuk e prek. Pra ndaj po them, kretë kjo është një shkollë e cila neve po na imponohet, ose po na lejohet, të kalojmë në për te, që unë me atë qka po dije, qka po shohe, qka po përjetoj, edhe me këtë përvoj teme 7 vjeqare, 7-8 vjeqare, po e konsideroj se mos ishtin ato prova që i ka bërë Serbia për shembull me ne, ato pa drejtësit hatashme që i ka bërë me ne, ato të zezat mëdha që i ka bërë me ne, nuk do të krijohet e ne vendia kombëtare. Të merrej me ne Serbia but, e mirë, e cilë si duhet, ka rrezik që Serbia do të ishte këtu hala. Shikoj ti disa vendet mëdha, për shembull Turqinë, s'prek kërkush, dhe kur shkojsh atje zore ke. Ti ndrojnë mbi emrat anë një pastaj, lën atje dhe s'prek kërkush. Dalga dalën njerëzit ka dalë pranojnë turqishtin, e pranojnë atë, asi milion harron, po se bëj shkon. Po tjetë forca që ti ndalon të senet, të ti krijohet ajo imuniteti. Imuniteti edhe krijohet forca e vetëmbrojtjes. Prandaj po them, edhe këto që po na ndodhin ne, pa kanë shmia. Po unë mendoj, edhe ju rekomandoj tjerëve. Unë për veti tisha dikush në i farfaktori, me msha, me folë, le shpifi, le thot, çka do kuçi. Kur farmase që? Se në qofë se i vjetë situata që një shpifje që të botë, me një herë ty me degradue, atërë është diçka në regull me popullin tonë. Kështu që, me gjithate, edhe Serbia mundohet neve të na degradonte. Na shante, na bonte hajna, na bonte kështu, na bonte poshtë pjetar ne, po populli ishte me ne. Populli qante ku na denon neve në përgjyqe. Pse? Nuk duhet ta nëzmojmë ne popullin tonë as fort sa që të frigohemi, ne t'ja mbyllim gojën një grushti. Kjo është një grushti njerëzve që janë të zëshëm, i kanë do mjetë në dorë, i kanë do media në dorë, edhe gjejnë edhe diket tjetër që ajo gazeta që ose një gazetë tjetër mund ta gjejnë diku tjetër me fol diçka. Edhe do jaron atu që i mbështesin ka pak. Edhe do jaron atë që i mbështesin ka pak, se kanë edhe ata në far interesit vogël. Kështu që le dihet që edhe jaronat ishin luftar, ishin kështu, po ka dalë pja u kona diçka në këtë përshbjet, le të merret vesh edhe ajo punë. Kështu që unë jam për fjalën e lirë, për mendimin e lirë, edhe nuk jam për me përdor mjetet të cilat do ta parandalonin njerin mos me folë.
mos me thonë gjo, sepse i provuam ato diktaturat kus fliste kërkush kur gjo, edhe tash dhe zdishim që apo me ndonë. Dhe sa herë situata që ja fillun me folë. Kështu që nuk më binde, ti maje mendimin tonë, po nuk më binde. Ti më binde për atë që me lo me folë veç në studio, së më binde me iftu. Po studio, ti me ndosh që studia jote nuk donë me qenë pasyr, që shpo me ndoj unë që duhet jetë pasyr e të gjithve. Po veç jo e faqet të zeza. Edhe të faqet të zeza, se duhet të shojnë. Nuk mund të vinë. Ma thejnë pasyre në Me vëcja dhe. qindra mija njerëz nuk mund të vinë në kontakt me ata njerëz të cilët mielin defetizme, mielin kapitulizme, mielin mendimet gabuara. A më ma interesant është me intervistu ato arushat e Shaban Mujes se gjdo njeri që fletë qka ti teket, kështu që unë spajtoj me ate. Desha me t'i bo dhe dy pytje pytje se... Ti e diktator, ma e diktator. Po, janë diktator mediatik, absolut. Me qenë une në media, për shembull, nuk isha leju që njerëzit veç paushal me full qka ti teket. Paushal mundet njeriu me full veç në banja. Jashtë banjës dhe në familjes lejuat me full paushal. Mirë, dhe më ta bon një pytje. Me qenë se e konë në teren, ke qenë përfasus i UQK-s, a mundesh me full rreth pa regullësive eventuale që ka ndodhë, sepse nuk ashtë shaka deklarata e deputetit Berat Buzhala, i cili zdia ke dëgju në parlament, tha UQK-ja i ka rrej gjysën e katunit në Qabeq. A ka ndodhë rast të tila, a i kanë rrej, a si kanë rrej, e pse i kanë rrej? I kanë pas rrej disa që pa të nshkuar për i këtuit me urdhin e këtyre të LDK-s për të ndalë luftën, për të ndalë kryengritin, ata disa e kanë pas hongër një rej, ka e rejt vogël. Me Gjerzdetën. E Gjerzdetën e disa tjerë, po këso farrahjesh në gjysën e katunit e por se pjetë, s'ka pas pse, nuk ka pas pse, sepse shumica e popullit ashtu që ka qenë në atë varfrin e vetë, në halët e vetë, në mjerimin e vetë e kanë dimuar u që kënë. Kështu që s'ka pas pse. Kështu që ato fjalljen vetëm formulime prej mlefi, formulime për me një los diqka, po nuk ka bo ajo punë vakime. Ose pe morëm variantin e dytë, në qoftë se unë e di që në fshatimin ka ndodhë diqka, a do ishte shumë ma njerëzore me dalë, me emra me full, me thonë filone, e kanë bo këtë punë, se sa me një los luftën? Ashtu është. Se, shiko, e keqja e individve të pa informuar sa duhet, edhe të pa pjekur sa duhet politikisht, që një të keqe që flitet, ata e përgjësojnë. I kanë burgos 5-6 të luftës, për shemë, që krejt, thojna pas kanë qenë, krejt kriminella pas kanë qenë. Na i kemi gati 5.000 të vramë me armë dorë, më zëtri. Kemi heroj e kemi dëshmor me qindra. Edhe nuk mundesh ti me 4-5, 5-6, 10, 15, 50, 100. Ta përgjithsisht këtë një kryengritje ku kanë marrë pjesë me 10.000 në format ndryshme. Popullit tonë. Kështu që nuk përgjithsohet senet. Sikur se nuk përgjithsohet, për shembull, është një shqiptar që bën një hajni, kënë shqiptar të hajna çka. Është, domethënë, një punë e gabuar, sepse në përgjithësi popujt janë pozitiv. Ata popujt që janë zhduk, s'kemi që ka të flasim për ta. Po vetë, aftësia e popujve të mbijetojnë në përgjitha luftat që kanë bërë me natyrën, edhe luftat tjera që ju janë imponuar, ka të reguar një vitalitet, një fuqi, një pozitivitet të ati popujt. Ka qenë në gjendë me mbijetua, me kaluar. Është krejtësisht normale që në mes të shumicës njerëzore, edhe në mes analistave të shumë që i kemi, edhe në mes gazetarve të shumë që i kemi, është normale që disa me dalë pe ati regulli, që mi a fut kotë si shtonë ata vlazet të në Shqipërisë. Fatosi ja ka fut kotë, këtë tjetër ja ka fut kotë, sepse po të analizosh, të atërë vjen në një përfundim që ma mirë qenë ka me dekë, e mos me livritit, mos me luftu kundër kur gjojtë, mu dorëzuën njës, që mos me vra kërkone, mos me dhe kërkushe, mos me buhan e këni për të bjetë, do pralla dushku që janë për fmi, edhe
mi orientu njerëzit gabimisht. Kështu që... Paci Adem, e kam pyetjen e fundit, me qenë se ke qenë i burgosur, po e lexoja mbram Teodor Kekon, një shkrimtar brillant. Edhe gjithë personazhet e tij, të sigurimit shtetit, që i përshkruante ai, ata që kanë qenë pak si më të mirë, më human, i kanë ndihmu, për shembull, personat e akuzuar të burgosur, fill në vitin 92 i kanë largu si gjoja ish komunist. Ndërsa hetust që kanë dhunu, thoshte me emra i cektaj, jënë bo demokrat të tërbum. Edhe janë avancu të gjithë, ama spjegon që të fenomenën për shembull edhe në tregun mediatik. Kosova është shoqëri e vogël, mahall që ne e njohim dhe në 4-6 njëri tjetrin. Si arrin këta njerëz, për shembull, mu adaptu me në rand? Jënë bo, dje kanë qenë kundërshtar të shokëve tuaj të mi, sot janë jaranat dostat më të mirë. Pse ndodh ky fenomen? Po tashti këtu ka shumë arsye. Për shembull, një prej arsyeve që ne na janë infiltruar, edhe ata dikur që kanë bashkëpunuar me UDBA-n, që kanë qenë shpionat UDBA-s, e tjera, ka qenë edhe një filter i rrallë që na ka rrjedh për këtyne miqve tonë, që kanë ardhur pes jashti, edhe ata më shumë u kanë besuar atyne, se sa që na kanë besuar neve. E kemi pas situatën, për shembull, gazetarët tonë, që kanë punuar në Kosovën e Lirë, në një stacion të rrezikuar, e të bombarduar disa herë, patën fat e shpëtuar, nuk i kanë qasnë për media, po i kanë pru disa pe Amerike, pe anej, pe iknej, i kanë marrë disa ishtë të tjere për të lartë, edhe e kanë harnuar një farë strukture për media tjera. Sepse, fillimisht ka qenë projekti që më na mrot një autonomi neve, edhe mos me fitue ajo rryma e pavarësisë e tjera, prandaj është dashur edhe në media në këto mi shti, mi angazhu ata njerëz të cilët kanë qenë të gatshëm me pranu edhe një autonomi, çfarë do e tjera. Domethënë, këtu janë shkaqet edhe politike. Ka edhe shkaqe tjera të interesit, për shembull unë njoh njerëz edhe këtu edhe në Shqipëri, që dikur kanë qenë inspektorat të sigurimit, e kanë qenë të larta në kënej, po jenë gjetë, kanë formuar firmat në dhau, kanë kriju miliona pare, jenë tregu si taft, sepse i kanë shfrytzuar lidhjet e përparshme që i kanë pas me tregtit jashtme e tjera, i kanë pas burimet, edhe kanë mërri që me anë të asaj pasurie që e kanë sigurua ata, me ndiku të njerëz, sepse fatkeqësisht që shqiptarët dolen nga luftat të varfëre, të shkretet mirë, edhe paraja një numri jo shumë të madhë, po shumë keq kanë ndikuar të disa. Edhe i ka bërë që të na dhimbsen. Kështu që edhe kjo mund tjetë arsyeja pse disave u është hapë rruga që të mund të infiltrojnë, që të mund të kalojnë, ata pastaj i kanë dalë vetë zotë. Ma atë detartë, ma të blej, ma ata, e kom njoft ademe, qyse kom njoft ademe, e kom do të poshtë për pjeta në kënej, të s'ke mundësi ti provosh me prova, edhe njerëzit e pa informuar sa duhet manipulohen. Këtu është ajo, po thëmë që njerëzit tonë nuk mendojnë halat gjithë me kokën e vetë, edhe njerëzit tonë, kur nuk din diçka, nuk shkojnë të pyesin tjetër. Sepse frigohet që ky me më thonë tash ti mua që s'po di, vallaj, nuk është mirë se po zbulohen na unë s'po di diçka. Dëshira e shqiptarit kryelartë është që më duk që po i din gjitha, që s'ka nevojë me pyet tjetrin. Kështu që shqiptarët mbyllen në vete, ju mungojnë informatat edhe bëhen shpesh herë pre manipulimeve të ndryshme, të vogla ose të mëdha. Kështu që, domethënë, na kanë dalë shumë plasa në këtë shoqërinë tonë, na u kanë infiltruar, pastaj edhe realiteti është që ata mrin ose fëmijët e tyne mrin gjatë asaj kohë të shkolloheshin, të mësonin gjuhët e huaja, të mësonin marifetlëqet tjera, kurse shumica e popullit tonë, shumica e andetarëve me të pa u shkolluar, pa dije, pa kështu, shtetet i duhen njerëz dishëm. Ju kujtohet juve për shembull ato Shqipëria jonë 912 tek Nena, edhe deri në kohën e Zogut, hala kishte njerëz anadollak që dokumentet i shkryshin turqisht. Sepse s'kish njerëz shkollu, duhet të merrej dikush që dinte edhe turqisht shkruante, po mos ishte analfabet. Kështu që
kur është mushtica, fukara lëku e hanë edhe kashtën, fukara lëku e hanë edhe bukën kalamoqe, fukara lëku ndodhen edhe këto sende, kështu që musuapit, ne jemi një popull 2000 sa vjetë në robri, dhe është çudi e madhe se si kemi mri, ne me jetu edhe me mri deri këtu. Dhe ne jemi popull i cili nuk pati mundësi me i zgjidh problemet vetë, po vazhdimisht erdhen nga jashtë na u përzihen. Jo mos këto, bone këto, bone ato, bone këto. Juve ju kujtohet me 1921 kur ishte Kemal Atatürku i kishte pas dërguar një 21 ushtarak të vinte në Shqipëri dhe ta organizonte ushtrin. Edhe kur zbresin Durrës nga Ania, i pret, atje kishte pasjen sikur që e kemi ne tashti do var struktura ndërkombëtare, atëherë kishte pasjen një farë konare, një farë komitetin ndërkombëtar që e ka mbikëqyrë Shqipërinë e atërshme. Edhe i legjitimojnë një zonë, ka jeni për Turqi, ku po doni, çka po doni, apo? Edhe i kapin i çojnë në Triesht. Shumë shqiptarë nuk e dinë këtë vërtet. Prandaj po e them. I çojnë në Triesht, i dënojnë edhe i pushkatojnë 21. Domethënë, bashkia ndërkombëtare se si e kanë ndaluar të vini prej një Turqie liridashse që e shpëtoi Turqinë, të mos optoj, i dënojnë ata që kanë ardhur me ndihmu me kriju ushtrin ton, e na qeshin princ vidin e këtë tjetër në atë tjetër, ne u mundoshin më na kthyen në atë mënyrën e interesit tyre. Kështu që jemi dvëgjël, siç po thua ti. Dvëgjël jemi, pak jemi. Mirë po jemi në një pikë Ballkanit e të Evropës shumë interesante. Shumë rrugë po kalojnë këtu minë në ne. Pastaj jemi një popull që jemi të lagur nga 3 kultura, edhe ortodokse, edhe katolike, edhe muslimane, edhe tashtime dhe këtë punë e dervishve, për shembull, se kemi një numër të madh të dervishve. Këto janë kultura të cilat na kanë mbrojt, po edhe na kanë krijuar do far plasash mes vetin mes anegli. Edhe si rrjedhimi gjitha këtyre ka shumë rezultate të përzierjeve të ndryshme që i bëhen në punët tona që na zhvillohen edhe sot. Macedem, faleminderit shumë, kaq ishte koha, kisha pas shef me të po ambasador në Beograd të Republikës Kosovës kur të bën. Shiko, s'do të pranojshin as serbët, edhe s'do të pranojshin as ta shqiptarët, po këta miqët tanë që i kemi këtu, që vendosin gjithkund, se këta po thonë na jemi vetë këshilltar, po faktikisht ta po vendosin. Ti faleminderit që po më deron mua, po. Po propozoj. Ma mirë me mësua ambasadorën Kin, se sa me mësua Serbi. Po e vërtet. Se ata kinezët ma kishin ditë vlerën. Ma din vlerën, edhe kisha mujt me bon diçka. Me këta të Serbis, njerë bileqion të ashti qëtë një këta ty në pushtet, s'pinu hiq. Faleminderit shumë, Bacjadem. Faleminderit për mendimet tua rreth këtyre problemeve të fundit. Do të kemi prapë në studio. Faleminderit të nderuar teleshikues, ndëgjuat biseden me Adem Demaçin rreth problemeve aktuale në Kosovë dhe rreth disa temave e debateve që janë hapë po zhvillohen rreth luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne do rishihemi prapë të martën e ardhshme, si zakonisht ora 22, me ritransmetim të mërkurën, ora 19 e ditës. Deri atëherë, natën e mirë shqiptar, kudo që jeni, sidomos natën e mirë ju të dashur mërgjimtar që na ndiqni përmes valve të radio televizionit Kosovës. Natën e mirë. Ashtu si kanë menduar, ose pse po duhen të jenë original, sigur miku im Fatosi, unë atë njeri e kanë çmuar shumë, edhe kam menduar se ka kapacitet intelektual i cili do të jetë në shërbim të kombit, ka bërë edhe do burgje trona, kohën e vet. Mirë po kësaj herë më ka dëshpëruar shumë, sepse të flasish aso fjalësh, fjalë të rrugëve, fjalë të kafehaneve, fjalë të burimeve të qetnikëve edhe të regjimit të Beogradit, të përflasësh ti edhe të identifikohesh me ato, me Carla Del Ponte e do tjerë të cilët kanë hangër me miliona pare të Serbisë edhe janë gjendje ta bojnë edhe zezën të bardhë, e të mos mërzitën fare që koritën, sepse janë laviros atë shumë
njerëz në atë farë botën kapitaliste atje, sa që përpari janë gjendje ta shesin fytyrën e vetë edhe smërzitën fare. Kështu që mu më vjen keq për Fatosin. Këtë zotrin tjetër Arbenin nuk e njoh personalisht, nuk e di, po mendoj se edhe ky duhet të takoj këtyre qarqeve të cilat në një mënyrë se një tjetër, ku me ditë çfarë interesesh e lidhin atë, po për hesapin tim, këta jenë një pakic. Po e keqja është që këta të paktit e kanë sherrën e madh, sepse ata që s'na duan të mirën, këta i marrin për burime. Ja çka po thot Fatos, ja çka po thot ky tjetri. Kurse çka thonë me qinda tjerë, nuk i bojnë sa fare. Kështu që krijojnë do far pështjellimesh, do far mjegullash, të cilat nuk i shkojnë në interes të Kosovës. Dhe e vonojnë procesin e Kosovës. E likshtojnë kvalitetin e politikës tonë. Sepse në njërën anë kemi Evropën e cila me çdo kusht po mundohet Serbinë ta disiplinoj, ta fus në vallën e shteteve evropiane, të bëj që ata në fund të pastrojnë vetveten duke hyrë në këto strukturat evropiane dhe ta largojnë atë qetnikizmi që ende është mjaft i pranishëm në Serbi, dhe për fat keq qetnik prak po kthyen pushtet, u kthye djali Miloševićit, se është ai dashi që sikur të jetë djali Miloševićit. Nikoliçi ka qenë vetë dihet me Sheshelin, domethënë u kthyen prapë në pushtet dhe po del problemi që çfarë bën këta miqët tonë. Me ke luftuan dhe kush ju erdhi në pushtet prapë. Me fjalë tjera, krejt këto veprime, lëshime të pa parim që i bën miqët tonë, për cilët ne jo një herë, po gjithmonë kemi qenë të gatshëm të vdisnim edhe kemi vdekur, edhe sot jemi të gatshëm të vdesim. Po na krijojnë probleme që po na shtin turbulenca këtu brenda të njerëzit tonë, të thonë mëre çfarë po bojnë ta amerikanë, pra po opinionin apo e dinë ta kush janë ta qetnikla, kush kanë qenë, çfarë kanë bërë atë. Domethënë i kanë disa interese, të cilat po bëjnë që të mos i shohin do interese tjera më afatgjata. Këto janë interese të shkurta, ata po doin ta fusin, ta ndajnë për shembull Serbinë nga ndikimi rus, mos ketë ma Rusia mundësi të përzihet e të llovisë nëpër Ballkan, po them unë. Kjo ka qenë ajo klasike. Edhe prandaj edhe po i bëjnë lëshime në kurriz të shqiptarëve, duke na detyruar neve që të bisedojmë me ata që po thonë, edhe s'po thonë veç një herë, po për çdo ditë po e përsërisin që as se pranojmë, as kur do ta pranojmë Kosovën e pavarur, po na detyrojnë neve të shkojmë të bisedojmë me ata, e nënshkruajmë marrëveshje me ata, të cilët po na thonë që nëse Euleksi largohet prej këtu, ato marrëveshje bien më njëherë. Domethënë, me ke po e nënshkruajmë ne atë marrëveshje. Me ke po na bëjnë që po na detyrojnë ne që të shkruajmë marrëveshje, të cilat pas ka mundësi që dikush me gishtin e vogël të fshijë për brenda 24 orë atë marrëveshje. Kështu që unë kam vërejtje të mëdha për këta miqët tanë, të cilët nuk po di se ku e kanë cakun. Nuk me di sa fitojnë ata. Përvojat na kanë treguar që kemi përvojë një Greqi, një Qipro, një Rumani, një Spanjë, e tjera të cilat po i kundërshtojnë shumicën dërmuese të shteteve evropiane lidhur me problemin e Kosovës. Ta fusësh ti edhe një element i cili gjithashtu është më turbullues se gjitha këto tjera të bashkë, nuk po e shoh në far interesit madh. Ndoshta ne nuk jemi në gjendje të shohim ato sene, sepse ne po i shikojmë punë nga prizmi ynë, po i shikojmë punë nga interesi i Kosovës, ndoshta ky interes ynë na i mjegullon pak punën që ti shohim drejt si duhet. Mirë po, ne me aleatët tonë, Amerikën rend parë dhe shtetet kryesore të Evropës, Gjermania, Anglia e tjera, Franca besoj na kalon një kopil të dera këtu punën e kësaj Kosovës veriore, se na lejoj që me praninë e vetë që të sërbizohet ajo pjesë që s'ka qenë kurrë sërbizuar, as në kohën e sultanave, as në kohën e kralave, as në kohën e Titos, as në kohën e Miloševićit, domon na qiti në një situatë që ne tashti të hymë në bisedime për tokën tonë, edhe të hymë bisedime me ata të cilë po tonë, na s'ju pranojmë. Edhe po detyrohemi ti pranojmë disa lëshime, të cilat nuk janë të vogla, komandantin e policisë ata ta emërojnë, të mos guxojë ushtria jonë të hyjë në atë territor, gjyqjen ta kenë ata të vetin, me fjalë tjera këtu një farë autonomie
po krijohet një farë autonomie e pa qujtur, e pa emër e tjera. Krejt këto lëshime atyre të cilët nuk i meritojnë të lëshime, nuk i kanë merituar të lëshime, me 4 luftra gjakatare kanë vërtetuar që nuk i meritojnë. Dhe prap, do më thënë, po krijojnë një farë habije, po krijojnë një farë situate, një farë pikpyetje të madhe të ne shqiptarët në rend parë, po edhe të shumë shtete tjera evropiane ku po shkojnë, si po shkojnë, çka po ndodh kjo punë. Ç'është kjo Serbi, kështu që po i bojnë këto lëshime kaq të mëdha e kaq pa merituara në kurrizë të një populli, martir, sikur që është populli ynë tash 100 e sa vjet. Kështu që po them këta që po thonë ju analista e kështu anë kënej. Do më thonë jenë këta njerëz që e kanë hupu udhën në borë, që po harrojnë se çdo kush është ka mundohet për interesin e vetë, dhe ti kur ke drejt, edhe heq drejt nga e drejta jote, për t'ja bërë qefin një të pa drejti, kjo është një dëshpërim i madh dhe unë mendoj që ata njerëz në të ardhmen kanë humbur shumë. Me këto qëndrime, edhe njëri, edhe tjetri kanë humbur shumë dhe kam frikë se i kemi humb këta 2 intelektual, e kanë humb veten, dhe kur të humbësh veten s'të shpëton askush. Po çfarë bëjmë? Ne jemi mësuar me këto farë humbjesh, nuk janë të as parë as të fundit që kanë shkarë në qëndrime. I dim ne ato të kohës, Ali Shukriu, të atyre tjerëve, të cilët e disa tjerë që ishin, të mos i përmenim emrat e tyre, që merrnin anën e gabuar dhe atëre populli ata vdesin për popullin. E të vdesësh për popullin tënd është një punë që nuk kompenzohet kurrë. Kështu që nuk di çka unë po them prap, ndoshta unë jam prej atyre i cili mendoj se njeriu sa të jetë gjallë ka drejt të përmirësojë gabimet e veta, ka drejt të korrigjohet, ka drejt të shohë. Dhe burrëria nuk është që të mbrosh një qëndrim të gabuar që e ke pas, veç pse e ke bërë një herë dhe tash të mos heq dorë nga ajo po. Burrëria është që të thush, valla, unë e kam vlerësuar gabimisht, pas kam qenë gabim, po kjo doli ndryshe, shoqëria doli ndryshe, interesi i përgjithshëm fitoi, unë humba se e vlerësova gabimisht, edhe ti bashkohemi popullit, të bashkohemi se sot është situata kur na duhet bashkimi konkret në vepër. Kur ma tepër se sot nuk kërkohet prej nesh bashkimi konkret. Dhe sot të krijosh furka, të krijosh ndasi, të krijosh përçarje, nuk është nder, as nuk është politik, as nuk është adetarizëm, as nuk është madje edhe ata për të cilët dikush prej tyre po mundohet. Edhe ata nuk i duan, ata që se duan veten e vet, që se duan kombin e vet, që se duan të drejtën e vet, sepse ne jemi në drejtën e Zotit. Sipas këtyre po del, jo këta janë vrasës. Adem Jashari pas ka vrarë familjen e vet. Pse? Sepse ka luftuar për lirinë e vet. Domethënë gjithë neve që kemi luftuar për lirinë tonë, të popullit tonë, pas qenë këy vrasës. Pse? Mos miri pas ka qenë, shtrije qafën, rëni urt, le ta shpërngulin serbët për Kanadë, për Australi, për anë, për këndej, le ta serbizojnë Kosovën ashtu si kanë plasën e tyre, që kjo pas ka qenë politika. E s'pas ka qenë politika që të derdhim gjak për lirinë tonë. Kështu që dalin qesharak, po qesharak tragjik dalin këta njerëz. Sipas tyne edhe ju jeni fajtor se me pas najort së të kësh burgos Beogradi. Unë jam fajtor sepse mos pari këm dalë në për Prishtinë 3 herë në ditë edhe këm kërkuar të më vrasin. Bashkë me motën time, domethënë kisha qenë edhe vrasi i motës time. Po, çmimi ishte, po them për liri nuk ka çmim. Vetëm gatishmëria për të vdekur, ashtu si ndodhi, bëri që bota të kthehej me ne, që bota ta kuptojë që jemi popull i vendosur që ta fitojmë lirinë dhe nuk do të kënaqemi me kurfar autonomie. Kjo ishte ajo e cila e bëri Amerikën e Evropën e të tjerë që të Ka një kohë të gjatë që kanë filluar akuzat qoftë nga prokurorët ndërkombëtar të ULEX-it kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe nga Tribunali i Hagës,
por ajo që opinionin e përgjithshëm shqiptar brenda dhe jashtë Kosovës e ka çuditur kohëve të fundit, janë opinionet e disave, një analisti në Shqipëri ose një publicisti dhe një në Kosovë, po dhe disa të tjerëve në për portalet të ndryshme që pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant të ushtrisë çlirimtare, po dhe herojnë të vdekur i kanë cilësuar si vrasës. Madje ndoshta zbulimi ma epokal pas zbulimit të Miloševićit, që ja tha në takimin e tij Holbrukut se ishte Adem Jashari, ai i cili i kishte vrarë familjen e tij, edhe një jashtu quajtur publicist në Kosovë na ka sjellur një fakt të tillë ku thotë se Adem Jashari është vrasës me shumë të tjerë. Unë kam ftuar në studio sonte veprimtarin Adem Demaçi, i cili ka qenë përfaqësues politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës me zyre në Prishtinë. Zoti Demaçi, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. A jeni ju personalisht në korrent të këtyre analizave, të këtyre akuzave gjatë kësaj kohës të fundit që në bë, qoftë nga Fatos Lubonja, qoftë nga një analist këtu në Kosovë? Po, jam edhe për këta, edhe për disa tjerë, edhe ma të hershëm, edhe ma të vonshëm. Shikoni, këtu është një ngjarje, një kthesë e madhe e cila po bëhet edhe në kokat e njerëzve, edhe në realitet. Kështu që gjithë ata të cilët në kohën kur duhej nuk e vlerësuan situatën si duhet, edhe u rreshtuan gabimisht, morën në atyre të cilët pranuan ta shtrinë qafën e të kapitulojnë e ta pranojnë robrinë, përkundër atyre të cilët nuk u pajtuan me robrinë dhe ishin në gjendje të bëjnë flimet më të mëdha që i kërkon të liria, sepse e vetmja liria s'ka çmim, gjitha këto sende tjera kanë çmim. Ata po e nin veten, po e nin një farë rreziku, sepse me kalimin e kohës po provohet në fakt, në të vërtetë, që kryengritja e përgjithshme për liri ka qenë një diçka shumë e drejtë, shumë në rregull, edhe pse në ato momente fillestare me që në politikë u krijuan një gjendje jo e favorshme për kryengritjen, sepse në krye të politikës të atëhershme ishin njerëz të cilët kishin qenë dikur ose antar partije të lidhjes komuniste ose në shërbim të regjimit titist e tjera, bëshin një jetë paka shumë të amële të këndshme, nuk ishin të interesuar të ndronin atëfar situate, edhe me ndihmën e rrethonave caktuara, në cilat luajti rol edhe vetë Serbia, luajtën rol edhe disa rrethona tjera të jashtme, sepse bota e jashtme nuk e dinte të vërtetën e sakt, edhe shërbehej me do informata jo të sakta. Unë tash me këtë rast mund të them për shembull kur jemi takuar në qershor, diku në 10 qershor, 90, me Gjems Bejkerin në hotelin Hayat Beogradit. Aty ishte zoti Rugova, ishte Vetoni, ishte Bukoshi, isha dhe unë. Në ka thonë hapur që ne jemi të interesuar për ruajtjen e integritetit, të tërësisë edhe të pavarësisë Jugosllavisë. Domethënë, kjo ishte në qershor të 90-s, kur e shihnin edhe vremçat e shihnin si thot populli çfarë po bëhet. Amerika hala kishte iluzionin që ajo Jugosllavi është e fuqishme, duhet truhet e tjera. Unë atëherë u gjeta në një situatë në atë takimi se isha bërë gati për ndryshe, po u gjeta në situatë që ta kundërshtoja një Amerikë në mënyrë frontale nuk shkonte. Atëherë unë thash, po edhe ne jemi të interesuar që ta ruajmë integritetin e tërësinë e Jugosllavisë, po duam të jemi republike barabartë me republika tjera. Edhe i thash, na kemi 200.000 në Sloveni, 200.000 në Kroaci, 200.000 kemi në Serbi, 500.000 kemi në Maqedoni, jemi në Kosovë 1,5 milion ma shumë, kështu që gjithsesi neve në takon republika, edhe duam të jemi të barabartë. Gjems Bejkeri u kthye për kthyer Vetonin,
se për të Vetoni ishte ai cili duhet t'jepte që ako mira i fryva, se unë i fryva pak shifrat, pak ma tepër se që duhet. Mirë po Vetoni në atë moment të tregu ferë, boni me krye që vërtet e këto shifra. Kështu që ai nuk u zemrua, po e vazhdoj fjallën e vetë edhe përfundoj që do më thënë duhet të mos përpiqemi ta shpartallojmë Jugoslavin, po ta pranojmë që Jugoslavin duhet të ruajmë, e mundohemi të bëjmë disa korrigjime të vogla etj. Do më thonë, edhe një Amerikë, me gjitha të shërbime, me gjitha susene, nuk e vlerëson të situatën si duhej drejt, ku ma të tjerët të cilët në njërë nanë kishin një jetë garantuar nga Jugoslavia të mirë, nënën tjetër nuk ju ra keq edhe kur e formuan një farë lëvizje këtu të mrenshme se edhe atëherë e gjetën mënyrën se si tjetonin mirë edhe e thirrnin popullit që të ullë kokën, mos provokoj, se na vrasin për 24 ore tjera, dhe ta frigosh popullin është shumë ma letë se sa ta trimërosh popullin. Kështu që u bën një shumicë e madhe e njerëzve e cila i pajtoj me atëfar situate, vetëm ta shpëtonin shpirtin e vetet mos hyrin lufte tjera. Kështu që këtu i kemi pra ato meturina, ati mentalitetit të atërshëm, të atyre njerëzve të cilët u mashtruan, edhe po them që u mashtruan nuk ishin shumë faj, sepse ishin rrethonat e tilla që shumë u mashtruan, po ishte edhe një pjesë tjetër e cila nuk mashtruaj, nuk ishte mashtruar, e ishte e sigurt se nëse do të mrim ta fillojmë luftën e ta derdhim gjakun, bota nuk do të mund të qëndrojë durkryq, do të bëhet bota me ne, do ta kuptoj bota me të zezat që do të na i bëjë Serbia, do ta kuptoj bota se ka punë me një regjim me të vërtet fashiste e qetnik ashtu si i thonim ne, edhe dal nga dal do të ndryshojnë qëndrimet e tyre. Dhe në këtë vorbull të madhe, në këtë vlim të madh që ndodhi atëherë dhe që tash po definohen intereset, a je me kryengritjen, a je për një Kosovë e cila do të jetë pjesë e Evropës lirë, a je me një Kosovë e cila do të shkoj përpara duke u miqësuar me botën edhe duke mos lejuar që të cenohen intereset vitale të këtij populli, apo do të jemi prapë me melshime, ashtu si ishin gatshëm të bënin ata të cilët nuk morën pjesë në luftë. Disa besa edhe drejt për dete sabotuan, jo i quishin banda, jo i quishin grupe, jo thështin s'ka ushtri. Disa herë unë sa kam qenë përfaqësues politik i UÇK-s, kanë ardhur delegacionet huaja, kanë thonë ne po dom zotënimën a quhet ti neve në lap edhe me pa atja ka ushtri, s'ka ushtri. Po bre zotëri, nesër shkojmë. Edhe nesërmet shkojshim, e vizitojshim zonën e lapit, dilte atje remi, dishin komandant atjerë, pa ishin një ushtri të rregullt, pa ishin një organizim. Jo, s'po na mjafton kjo du me shku në Pagarush. Hajte shkojmë edhe Pagarush. Shkumë edhe atje rregull, edhe atje ushtri. Ka u kthyem një zotri, u legjitimua, tha unë jam kolonel, tha i marinës amerikane. Tha edhe unë kom pas informata krejt tjera për këtu që s'ka së ushtria, s'ka kur gjane këni. Tha unë u habita, tha çka pas këtu? Tha zotri, ju po e shihni vetëm një pjesë të asaj që mund të shihet, sepse kryengritja ka marrë hovë, teritoret mëdha jemi shlirume. Mirë po, na nuk mund t'ju fajsojmë juve që merrni informatat gabuara, sepse po e shihni edhe vetë që në fund i raten fije që duhet pyetni aty ku duhet që mund të bindeni edhe vetë, duke shkuar, duke pa, e duke nejt me njerëz, duke biseduar me ushtarë me tjerë. Kështu që këto e në ato meturinat që kanë met edhe të atyre që dikur kanë pas do farë interesesh, edhe të atyre të cilët sot po mundohen të lvyren disa qarqeve ndërkombëtare, të cilat edhe ato e kanë një farë lloj nostalgjie për një farë Jugosllavie të atërshme edhe nuk po ju përshtaten bashkë situatat në rronin politik që të ktheheshin edhe ta kuptonin se kush është Serbia dhe çka është Serbia dhe çfarë po do Serbia. Kështu që unë i kisha lut këta që kanë nge të meren me këto farë Facebook-a, me këto sena në këne por se pjetë. Para se të marrin qëndrim, kur është fjalla për interesin e kombit,
kur është fjala për lirinë e njerëzimit, sepse ne kemi luftuar për lirinë tonë, po edhe për lirimin e një pjesë të njerëzimit, të matën pak se çfarë flasin, edhe të matën pak se çfarë qëndrimi po marrin, sepse u jesin njolla të pashlyer, edhe nëse dikush don ta humb vetveten, s'mund ta shpëtosh, ne s'mund ta shpëtojmë. Qofse dikush më sulmon mua, ka mundësi që shpëton, po nëse vetveten don ta vras, çka ti bësh? Se shpëton dot. Kështu që e mira e kombit edhe mira atyre është që të mendojnë mirë, të analizojnë gjërat mirë, të analizojnë gjërat shtruar dhe të rreshtohen atje ku është interesi i kombit, sepse interesi i kombit tonë është edhe interesi i gjithë njerëzimit. E tash të prishesh me kombin tonë, të prishesh me gjithë njerëzimin, për do inatet tua ose për diçka kështu, nuk është politik, as nuk është nder. Kam qenë para disa mujve të një miku personal të Jim Gjema në Amerikë. Kemi qenë zbashku me Elmi Berishën dhe disa tjerë. Më kalo për shtypje se edhe ai kishte dëgju lafët e tilla se gjoja Adem Jashari nuk ka dashur me largu familje në ndej këndej. Kur i spjegova unë se 22 antarë të ngushtë të Adem Jasharit janë vra, ndërsa në krejt lagjen si tërsi janë vra 52. Tani këta analist arrin ta kuptojnë një diçka se Adem Jashari pas ka arrit krejt lagjen me rrethu, mos me lon njerëz me dal. A mendojnë këta njerëz pak tek përgjegjësia fjalës publike? E keqja është që s'mendojnë, sepse ku është genialiteti? Ku qëndron genialiteti i Adem Jasharit? Ku qëndron heroizmi i Adem Jasharit? Heroizmi i tij qëndron pikërisht që ai e ka vlerësuar drejt. Unë për shembull nuk e kam vlerësuar mirë, i kam pasur fjalë Recep Daldurin, Recep Ukën ja kam pasur unë atëherë në Od, ka shku ka fol me Ademin. Unë i pata thonë, thuaj Recep, që kjo ishte provë për juve, pasi që e bën atë provën e parë. Po. Kjo ishte veç të shohin sa një ju të vendosur, edhe tash janë ka përgatisin, ata janë të vendosur që atë bërthomën e kryengritjes tonë, sepse ata mendonin që është vetëm ajo bërthoma e Adem Jasharit edhe s'ka tjetër. Edhe thoni do ta eliminojnë. Kështu që i pa ta thonë, thuaj Ademit, ata që e kanë ndërmend ta vazhdojnë kryengritjen, le dalin tash nga rrethimi sa s'është mbyll rrethimi. Le t'i lanë ata që duan të rrinë, po ata që duan të mbeten duan ta bëjnë një qendresë të madhe, e cila do të shënohet si qendresë e madhe. Ademi kishte pason Recepit ndjer, thot bedi çapo don paciente. Po thuj pasi Adem, kofshi i ikune, si jetë kërkush në prekaz. Dalin ton, edhe s'ka kush me bon atë rezistencë që po thuhet ti me drejt që duhet me bona. Kemi vendos me që tu dhe qysh e ka qurë Zoti le bon. Kështu që vetëm ai flijimi madh të cilin e ka bërë Adem Jashari, familja ti, 3 gjenerata. Vetëm mas ati flijimi ne nuk kishim armë me u dhonë atyre që ishin të gatshëm me marë pjesë në ushtrinë tonë shtetërore. Do me thonë, deri atëherë vriteshin do bashkëpunëtor të okupatorit, boshin do diverzione, boshin do bomba, boshin aniknej, po ende qytetin, ende si shte flaka. Pas asaj, unë des flaka. Pa atë flijim, madhështor e hynor që e ka bërë Adem Jashari, vështirë se do të mund në atë kohë të fillon të ndonjë kryengritje serioze. Sepse ende kishte ndikime të jashtme, ende kishte ndikime që mos e na çojnë peshë, na çojnë gjytën, na mysin e na vrasin e tjera. Me atë akt, Ademi, Shabani, Hamza, gjithë ato nona tyne, gratë tjera, ishin bindur se vetëm në atë mënyrë mund të vetë në lëvizje ajo energji e fuqishme e cila blokohej pe atyre të cilët ishin të gatshëm ta pranonin kapitulimin. Edhe ashtu ndodhi. Kështu që ti thuash ti që ai i vrau, jo, ai boni kurban, e boni veten edhe me fëmijë, me familje, me krejt, u bë kurban për këtë popull, u fliu për këtë popull. Dhe pa ato flijime nuk do ta kishim ne sot, as do të mund bisedoshim ne dy këtu, as do ta kishim këtë që kemi, edhe pse kemi vrejtje të shumta që nuk ende si realizuam krejt ato kërkesa që duhet e që i meritojme e që do t'i realizojmë një ditë, po ajo ishte ai flakadani i madhi cili i kalli zemrën djalëshare. Edhe
erdhi situata që edhe bota u bind. Ju e dini sa projekte njerë ka pasar dhe Gelbarti këtu, me një mision për ta bërë një farë autonomie për Kosovë. Ju kujtohet juve kur bisedoj me Rëgore, me këta tjertë, më patë ftuar edhe mua atje në atë farë qendrën Amerikane, kur më patë thonaj mua që ke lej terroristik organizator, unë i thash Liberation Organization, da e terroristik, 3 herë dhe u që unë kom deshti me thonë që u kryu mua bjeti. Me fjallë tjera, asa tere hala nuk ishin të bindur Amerikanë që ne jemi të gatshëm për ta fitua lirin. Duhet jepshim diçka shumë të madhe, shumë dukshme, shumë konkrete, për t'ja u qelë sytë edhe atyre mizvetan që ishin Amerikanë të tjera. Pa këto flime, pasi që u bon këto flime, erdhen korrigjimet e Amerikanëve. Jo, thane kemi këshyrë, thane atë parasyshim, edhe nuk e gjetëm kërkunisht organizatën, u që kërë nuk e gjetëm si organizatë terroriste, po shëpjet. Pasi që dështoj edhe përpjekja e Holbrukut, prap edhe a i boni përpjekje të ndalë të luftën, të na qënë të qenë të dike. Gjallin ata njës du t'jo për menem, po ta qënë këtu, ta bëni një farë qeverie e Kvislinge këtu, ta qënë me Milutinowicin në Beograd bisedoj, ta në luftën, ta bëni një farë autonomie, edhe t'japin fund këti problemi. Holbruku ishte i enkuadru këtu, nuk ishte ajgara e punë të mëhon, ende Amerika prap hala me ndonë të që mërën nëse t'ja mujna këta shqiptare, por të i vetan e këti përshqiptare. Do më kemi qenë vazhdimisht në prova që duhet t'jep një prova, vazhdueshme, për ta bërë me vete botën që ta kuptonte që ky popull e meritu ka lirin, është i vendosur që ta fitoj lirin, nuk shikon sa da të kushtoj e lirin, edhe prandaj duhet ta ndihmoj. Edhe ndodhi ashtu si ndodhi, edhe intervenuan, edhe metën faqe bardhë edhe ata, në ndihmuan edhe neve, po pa luftën tonë, pa gjakdelen tonë, pa vendosmërin tonë, zot përzije askush, sepse nëse ti si e i gatshëm për lirin tonë dhe të luftosh dhe të vdesësh, pse të vdes ai kojshia tjetër aty larg ose ai katuli tjetër? Kjo është krejtësisht normale. Edhe kjo është ajo historia e vërtet. Po këto që ka shkruan e folën, mirë, unë jam për atë, që njerëzve të lejohet që të flasin lirisht. Të lejohet të shkruajnë, të shfaqen në televizion në gjithkund. Pse? Sepse populli duhet të njohë kush janë ata, e kush jemi ne. Edhe sot me këto mjetet mëdha që po bëhet, nuk është mënyrë mi ambyll gojën tjetër. Shumë e mirë është që garantohet fjala lirë, dhe të flasim. Edhe shtremt, edhe kështu si flasim. Vetëm tregun mediatik, Baciadem, kush e kontrollon më shumë? Po shikoni, a kjo fora e fllisht e Beogradit? Fatkeqësisht kemi hala që na kanë mirë, disa tjerë të cilët kanë punuar edhe atëherë, punojnë edhe sot e poshtë pjetë. Nuk mund t'i barazojmë tash të fëmijët e atyne të cilët kanë qenë dikur në regjimin e Titos Aneksesi, këta janë fëmijët e tyre, por nuk do të thotë që fëmijët e tyre duhet me qenë patjetër me vazhdu në atë vinë e babës e tjera, po është e keqja që shumica për tyre në një formë e kanë ndihmuar. Kemi ne disa gazeta që kur plasi kryengritja botoshin gazetat me figurën e Femila Drosit, me dite, me kështu, me anë imdi. Dëmon, kemi disa përpjekje që të bëni diçka edhe për onë e kryengritjes, po shkone si duke prekur. Të shojmë, apo fitojnë, as po fitojnë, po le në gjinit edhe kjo e tjera. Po, duhet të them që ajo pjesa që ishte e vendosur të vdiste, nuk ishte njëjtë me ata që mundoheshin të ndihmonin diçka, po në të arunin vetën. Ka pas disa, nuk duhet t'i përmen emrat prapë, sepse nuk jam i interesuar t'i vras njerëzit se dhe fjalla vret. Ka pas disa që u kam shkuar në zyre, u kam thonë, sot janë, njëri është në një nivel lartë, tjetëri është ende i fuqishëm mediatik e tjera. Thash unë e mora përsi për të bëm përfaqësuesi i përgjithshëm politik i UÇK-s. Po këtë punë nuk mund ta bëj vetëm. Unë kërkoj ndihmë edhe prej jush, të vini një ditë në javë, të më këshilloni, çfarë shihni, si duhet t'ja bëjmë, tek duhet t'ja bëjmë. Unë atëherë kam pas 12 qytetar. Gjysa për tyre veç më kanë ndek. Edhe nuk janë. Tha jo, Baçadem, tha nuk mujmë, tha po në qoftë se ndigjojmë diçka, tha do të kallëzojmë ti kur. As më thirrën, as më treguan gjë, as kur gjë. Me fjalë tjera,
ishin me dy mene nuk i shërbet kombit. Kështu që ka ajo fare dikush me kambet, ende, po ajo tash është aktivizuar ma fort sepse po e shet që po i vje fundi. Sepse vedia e këti kombit tonë, e poplit tonë, me gjithat e po ngritet. Pavarësisht që ne s'jemi të knashur, ne du me pas një popull të vedishëm, fort që s'kemi nevoj ti majmë shumë konferenca e fjale, por se pjeta ne po ditë orientohet si duhet. Nuk e kemi. Mirë po, dal nga dal po bëhet. Po vinë njerëzit edhe po bëhen gjithë një ma të vedosër, po bëhen gjithë një ma syqel, po bëhen gjithë një po e shikojnë interesin, po e ngrisin në kam kriterin të cilin në robrusit e mdhej në rëzun tash 2000 vjetë. Po e ngrisin kam kriterin e kombit. Dhe këta që kombin e shesin punë e madhe për do pare, për 1 miliona, gjys milioni, apo shtë pjeta në kënej do sende që mund t'i marrin, këta po e njën vetën të rezikuar. Kështu që këto e, po them, në këtë farë abnormaliteti tonë, këtu është një qka normale kresisht, nuk po e marrë fort tragjike këtë parpune. Pra ndaj po them, duhet lejohen që njerëzit të flasin lirisht, të thonë qëndrimin lirisht, edhe ju që jeni si media duhet t'iftoni. T'iftoni urnë zotni, fol qka ty ta mërmenja që po vlenë, s'po vlenë. Edhe thuje qëndrimi ta. Atë lejohet ty, për shembull, se unë këtu spajtoj në njërë absolute me ty, për shembull se unë siftoj ata dhe 2000 vjetë jetë me i pas, por kur të kishtë na emision ftoj, unë e ftoj njeriun i cili mbi bazën e fakteve, mbi bazën e argumenteve, ma thot një mendim. Por, a mund të aftoj unë në studio një njeri që thot jam shkrimtar dhe më thot instikti i brendshëm që Adem Jashari ka qenë vrasës, Samil Ushtoku ka qenë vrasës, Remi ka qenë vrasës, Femilla Druvci ka qenë vrasës, mund ti mendon se duhet me iftu njerëzit e tillë këtu, apo duhet me iftu në shtime? Ja, unë mendoj se duhet me iftu këtu. E në shtime? Shtimja nuk regullon kërgjeq. Shtimja veç mundet me tranu edhe ma shumë se sa që i të. Po vetëm unë mendoj se detyra e medjave është që ta pasqyroj gjendën e vërtet. Detyra e medjave është që të ndaj shapin për sheqerit. Detyra e medjave është që të ndaj ata të cilët me fakte, me punë, janë me kombin, janë me interesin e kombit. Edhe ata të cilët i shikojnë intereset të tyre të ngushta, grupore, partijake e tjera. Kjo është detyra, sepse nuk mundet një individ shqiptar t'i njohë njerëzit. Po kur ja qëtë një media, si që është kjo juja, edhe ato të tjerë, që unë për shemë pajtojnë plotësisht me këta të KTV-s, i thrasin të gjithë, flasin edhe ata, ne edhe këndej. Edhe ti keni pasqyrë për atë njeri. Kjo është Zoti i madhe ka krijuar këtë media për me pas mundësi njerëzit ta njohin, sepse këtu nuk ka, jo po flet ky kështu e po thot ky tjetri kështu. Ai po flet vet. Pse ti frigohesh prej atij i cili s'ka drejt ta thot mendimin e vet? Lere le ta thot mendimin e vet. Përse? Ti i bën shërbim të gjithë atyre të tjerëve të cilët janë me dy mendje nuk dinë marrin. Nashta nuk është basha çaçi poshtë, kështu që po të bina në grej. Prandaj detyra e medjave, e gazetave, të gjithave është që të japin mundësi dhe hapësirë. Këtu është vlera e fjalës lirë, e të mendimit lirë. Këtu është vlera. Që ai po flet në emën vet, nuk po flet në emën tuaj. Po flet në emën vet, ti je media, ti je pasqyrë, edhe ke qit pasqyrë. Unë në popull, këtyre këtë njeri, ose këta njerëz, edhe ti mendo vet. Kështu që nuk ti spajtohesh me mua, po s'ke drejt. Okej, vetëm tash kam ta bën një pyetje. A lejohet në Evropë, a lejohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që më ul njeriu në studio dhe më thon, ata ushtarë amerikanë që e kanë vrarë Osama bin Ladenin janë vrasës, që flamuri amerikan është leck, që deklarata e pavarësisë të Amerikës është një paçavure, që shka thonë për shembull Fatos Lubonjo që deklarata e pavarësisë 1912 është paçavure, flamuri është leck. Autostrada na ka prish gjelbrimin, se imagjino ti çfarë hajvani, njët vetë si ka ro kur dej në koks nuk ka kos, ato s'ka gjelbrim kërkun, krejt në përgura, i ka ro në përgura autostrada. Shiko, a lejohen gjonat e tilla? Në Amerikë lejohen, ka që e kallin edhe flamurin e vetë. Në rrugë, po.
Në rrugë, ka që flasin çka donë, shkojnë flasin, shkruajnë çka donë, qesin karikatura çka donë. Ajo është fuqia e Amerikës. Ajo është fuqia që ti si individ ki drejt me folë çka dush, në emër tonë flet, edhe nuk të prej kërkush, në qofë se ti nuk i kërcënon me jetë dikuj, nuk i bon dam konkret material dikuj. Kështu që, mëse në qëmët i Amerikën, s'ka ti këso fashtëngjesër që shpëtu ti. Edhe në Evropë. Ka dhe në Evropë dhe në Amerikë cenzur mediatike. Ka cenzur, por për këto mendime konkrete ti që flete, vlerëson diçka tjetër, nuk mu të kërkush, mundet me pas në qofë se shpif. E kjo, për shpifje po flasë. E ti po flet për shprej mendimin tonë që pse pas ka qenë vrasës, sepse nuk është dërzue, s'ka pranue me kapitulue, edhe ka pranue luftën, ka pranue me flijue grune vete, nonën e vete, babën e vete, fmit e vete, për këtë që s'po shet gjonë. Ma që adem, ata citojnë pjesë shkrimit e analizoj a shpifi, a është opinion, se opinioni është tjetër, mund të thotë dikush opinioni e mashtë, që adem Jashari u ko ma mirë me morë familje në me ikë në Shqipni, ajo është opinion, regull, për në dëgjët që a thotë në shkrim për shembull për Samir Lushtakun. Vrasës është Samir Lushtaku, i dënuar e i burgosur një kohë, momentalisht i akuzuar për krime lufte, saktësisht vrasjen e një civili gjatë luftës, si dhe keq trajtim të civilve. Nuk e ban citimin e aktakuzës, po kjo është konstatim shpifes. A lejohet një gjë e tillë? Kyre të na po lejohet, sepse ne nuk e kemi, nuk e dia ka pranu kuvendi ynë që qofë se shpif diçka, përgjegjesh. Ju se ka pranu? Halo, na jemi shteti që gjithashtu nuk është pranue hala ligji për origjinin e pasurisë. Do më thonë mundesh me vje dhe mundesh me bo qka dush, në qofë se nuk nëzinesh, nuk e qonë kërkush më larga të farpune. Po unë po thëmë, opinioni im është, mendimi im është, ma mirë është të lejohet qoftë edhe shpifin, e të flasin gjëra pa lidhje hiç, se sa të mbyllet njerëzve goja. Sepse në atë mënyrë ne s'mund ta njohim njëri tjetrin. S'mund dim na kush çka mendon e tek mendon e si mendon. Na kemi shumë nevojë me ditë kush çka e çfarë mendon. Kështu që unë i falenderoj këta, edhe në një mënyrë vetëm se mdhimsen, që po e humbin veten, po në një mënyrë ta po i bojnë shërbim krijimit edhe përparimit të vedijes tonë kombëtare, qytetare me qëndrimet e tyre. Kjo është shumë edukative për me pasi kur ti thush ti i ka vrarë fëmijët e vet. Kush i don më shumë se baba e nona fëmijët e vet? I dashkim na më shumë i paskim dash fëmijët e Adem Jasharit e babën e nonën e Adem Jasharit se sa dikush tjetër që bedeka. Tregon hipokrizinë e vet. Edhe çaq human tregon që pas ka dash na shqiptarët me kapitulue, me u dorëzu serbisë, veç mos më vrarë kërkush, edhe mos më vrarë fëmijët tonë, mos më vrarë djemt tonë, mos më vrarë. Do me thonë një qëndrim krejtësisht i deplasuar edhe një qëndrim krejtësisht i paven. Po, këtë punë ti duhet të lejosh që a ta shkruj, a ta thot, që të mund është ti me citua si kur që po citon tash. A mund se lejoj? Ti nuk lejon, son jam diktator. Nuk lejon ti se po donë me mbrojt popullin pej do ndytësirave që po i gjun dikush. Me falë, tash ka me ta sjell një argument që ka me ta këthy edhe ty mendje. Të shojmë. E ke njoft shumë mirë Branko Salojnë, ministrin e informatave të Tuxmanit, që ka jetu në Suedi dhe në kohën e luftës së thirr Tuxmanin në Kroaci. Thot, filloj lufta, të lutem, qësh i ke lutë te këta pelivanat këto për me të ndihmu për këshilla, e që s'kanë guxu me ardhë, a e ka lëshu Suedin edhe ka ardhë, kur zbret në Zagreb, në aeroport e lexon një listë. Thot, filan radio mbyllet, filan gazeta mbyllet, filan televizioni mbyllet. Edhe këta i thojnë gazetar, qysh more ti po vjen nga shteti ma demokratik në botë, edhe po i mbyll. Thot, më falni, a është lufta në Suedi, a në Kroaci? Tani po ta baj një pyetje. Ne, përderisa jemi në shtet formim e sipër, përderisa akoma nuk jemi shtet, përderisa një pjesë e madhe të territorit të Kosovës nuk kontrollohet nga qeveria e Kosovës, a lejohet tash që çdo njeri çka ti teket, shkruhet, flaset, akuzohet shpif? Unë mendoj se duhet të lejohet, edhe ne për këto vështirësi që po i numëron ti që janë fakte, që janë evidente, që to vështirësi
e qito pragjit që përna i qesin, e qito cungat që përna i qesin rrugës e tjera. Ne për këto vështërsi populli ynë po qelnikoset edhe po vedisohet edhe ma fort. Ty ra hun e buze, ty thyje dore koma në kënej, edhe ma shumë po vedisohen se sa ta ketë një farë, me imbrojt dikush. Shikoni, edhe në shëndetësi, ta shu doktor si po porri ka erë me doktore po lexoj diçka. Edhe në shëndetësi, qofse e kije situatën sterile krejt, pa bakteri, pa mikrobe. Je shumë i rrezikuar, një diçka të vogël me petë, s'ki mbrojtje, s'ki imunitet. Kështu që i populli ynë po imunizohet me këto çka ty po të pengojnë, edhe shumë tjerve, me drejt po i pengojnë. Po unë mendoj se ne për këtë flak, ne për këto mundime, ne për këto zeza që po na njekin, ne do të mujmë me mri me kriju një popull i cili mas 5 vjetë, mas 10 vjetë ka me në marrë lakmi i bota, se s'ka me mujtë me manipulu kërkush me neve, se populli ynë ka mu vedisu dhe në shkallë, sa që se kretë problemi ynë është me mri, krijojmë që individi të mendoj me kokën e vetë. Ne hala kemi atë punë që valla ka tuni po voton, hajtë edhe unë të votoj. Ne duhet të largohemi nga ajo punë e turmës. Bon turma diçka edhe ne të bëjmë diçka. Çdo kush duhet, qytetari, duhet mendoj me kokën e vetë. Ti analizoj punët mirë edhe të marrë qëndrim si duhet. Kështu që këto e në ato prova ajo shkolla jonë konkrete. Shumë e ronë, shumë e vështirë. Po të kuptoju ty. Ti po e donë poplin tënë, po më në është të ambrojsh poplin tënë. Po nuk po e mbrojnë këtë mënyrë. Le poplin le të përleshet me këto sene. Edhe a i ka medalë më i fort se sa që duket sëtë. Qëllimi ytë është që populli ytë tjetë i fort, që popullin tënë mund të manipuloj kërkush. E pa i kalu këto shkolla, këto prova, nuk mund të fitoj. Fëmija i vogël pa e prek koftorin e nëzet, nuk e di qka është nëzetet. Gjila, tjetër herë, mas ashtë stofti nuk e prek. Pra ndaj po them, kretë kjo është një shkollë e cila neve po na imponohet, ose po na lejohet, kalojmë në për te, që unë, me atë qka po dije, qka po shohe, qka po përjetoj, edhe me këtë përvoj teme 7 vjeqare, 7-8 vjeqare, po e konsideroj se mos ishtin ato prova që i ka bërë Serbia për shembull me ne, ato pa drejtësi të hatashme që i ka bërë me ne, ato të zezat mëdha që i ka bërë me ne, nuk do të krijohet e ne vendia kombëtare. Të merrej me ne Serbia but, e mirë, e cilë si duhet, ka rrezik që Serbia do të ishte këtu hala. Shikoj ti disa vendet mëdha, për shembull Turqinë. S'prek kërkush, dhe kur shkojsh atje zëre ke. Ti ndrojnë mbi emrat tani në pastaj lën atje dhe s'prek kërkush. Dalga dalën njerëz që dalën pranojnë turqishtin, e pranojnë atë, as milion harron e poshtë bëj shkon. Po tjetë forca që ti ndalon të senet, të ti krijohet ajo imuniteti. Imuniteti edhe krijohet forca e vetëmbrojtjes. Prandaj po them, edhe këto që po na ndodhin ne, pa kanë shmeja. Po unë mendoj, edhe ju rekomandoj të tjerëve. Unë për veti tisha dikush në i farfaktori, me mshoha, me folë, le shpifi, le thot, çka do kuçi. Kur farmase që? Se në qofë se i vjetë situata që një shpifje që të botë me një herë ty me degradue, atërë së është diçka në regull me popullin tonë. Kështu që, me gjithate edhe Serbia mundohet neve të na degradonte. Na shante, na bonte hajna, na bonte kështu, na bonte poshtë pjetar ne, po populli ishte me ne. Populli çanten ku na denon neve në përgjigje. Pse? Nuk duhet ta nëzmojmë ne popullin tonë as forca që të frigohemi ne t'ja mbyllim gojën një grushti. Kjo është një grushti njerëzve që janë zëshëm, i kanë do mjetë në dorë, i kanë do media në dorë, edhe gjejnë edhe diket tjetër që ajo gazeta që ose një gazet tjetër mund të gjejnë diku tjetër me folë diqka. Edhe do jaron atu që i mështesin ka pak? Edhe do jaron atë mi që i mështesin ka pak, se kanë edhe ata në farë interesit vogël. Kështu që le dihet që edhe jaronat ishin luftar, ishin kështu, po ka dalë pja u kona diqka në këtë përshbjet, le të merret vesh edhe ajo punë. Kështu që unë jam për fjallën e lirë, për mendimin e lirë, edhe nuk jam për me përdor mjetet të cilat do ta parandalonin njerin mos me folë. Mos me thonë gjo, sepse i provuam ato diktaturat kus fliste kërkush kur gjo, edhe tash dhe zdishim që apo me ndonë. Dhe sa herë situata që ja fillun me folë. Kështu që nuk më binde.
Nuk më binde, ti ma e mendimin tonë, po nuk më binde. Ti më binde për atë që me lo me full veç në studio, së më binde me iftu. Po studio, ti në mendosh që studia jote nuk donë me qenë pasyrë, që shpo mendoj unë që duhet jetë pasyrë të gjithve. Po veç jo e foqet të zeza. Edhe të foqet të zeza, se duhet të shojnë. Nuk mund të vinë. Ma thejnë pasyrë në Me Baqiaden. qindra mija njerëz nuk mund të vinë në kontakt me ata njerëz të cilët mjellin defetizëm, mjellin kapitulizëm, mjellin mendimet gabuara. A më ma interesant është me intervistu ato arushat e Shaban Mujes se gjdo njeri që fletë qka ti teket, kështu që në spajtoj me ate. Desha me t'i bo dhe dy pyetje. Po thua që ti e diktator, ma e diktator. Po jam diktator mediatik, absolut. Me qenë une në media, për shembull, nuk isha leju që njerëzit veç pa u shal me full qka ti teket. Pa u shal mundet njeriu me full veç në banja. Jashtë banjës dhe në familjes lejuat me full pa u shal. Mirë, dhe më ta bon një pytje. Me qenë se e konë në teren, ke qenë përfasus i UÇK-s. A mundesh me full rreth pa rregullsive eventuale që ka ndodhë, sepse nuk ashtë shaka deklarata e deputetit Berat Buzhala, i cili zdia ke dëgju në parlament, tha UÇK-ja i ka rrej gjysën e katunit në Qabeq. A ka ndodhë raste tilla, a i kanë rrej, a si kanë rrej, e pse i kanë rrej? I kanë pas rrej disa që pa të nshkuar për i këtujt me urdhin e këtyre të LDK-s për të ndalë luftën, për të ndalë kryegritin, ata disa e kanë pas hongër një rej, ka e rejt vogël. Me Gjerzdetën. E Gjerzdetën e disa tjerë, po këso farrahjesh në gjysën e katunit e përse pjetë, s'ka pas pse, nuk ka pas pse, sepse shumica e popullit ashtu që ka qenë në atë varfrin e vetë, në hallet e vetë, në mjerimin e vetë e kanë dimuar UÇK-n. Kështu që s'ka pas pse. Kështu që ato fjalljen vetëm formulime prej mlefi, formulime për me një lozë diqka, po nuk ka bo ajo punë vakime. Ose pe morëm variantin e dytë. Në qoftë se unë e di që në fshatimin ka ndodhë diqka, a do ishte shumë ma njerëzore me dalë me emra me full, me thonë filani, e kanë bo këtë punë, se sa me një losë luftën? Ashtu është. Se, shiko, e keqja e individve të pa informuar sa duhet, edhe të pa pjekur sa duhet politikisht, që një të keqe që flitet, ata e përgjësojnë. I kanë burgos 5-6 të luftës, për shemë, që e krejt, na pas kanë qenë, krejt kriminella pas kanë qenë. Na i kemi gati 5.000 të vramë me armë dorë, mërë zëtri. Kemi heroj e kemi dëshmor me qindra. Edhe nuk mundesh ti me 4-5, 5-6, 10, 15, 50, 100. Ta përgjithësisht këtë një kryegritje ku kanë marrë pjesë me 10.000 në format ndryshme. Popullit tonë. Kështu që nuk përgjithësohen senet. Sikur se nuk përgjithësohen, për shembull, është një shqiptar që bën një hajni, kënë shqiptar të hajna që ka. Është, domethënë, një punë e gabuar. Sepse, në përgjithësi, popujt janë pozitiv. Ata popujt që jenë zhduk, s'kemi që ka të flasim për ta. Po vetë, aftësia e popujve të mbijetojnë në përgjitha luftat që kanë bërë me natyren, edhe luftat tjera që ju janë imponuar, ka të reguar një vitalitet, një fuqi, një pozitivitet të ati popujt. Ka qenë në gjende me mbijetuar, me kaluar. Është krejtësisht normale që në mes të shumicës njerëzore, edhe në mes analistave të shumë që i kemi, edhe në mes gazetarve të shumë që i kemi, është normale që disa me dalë pe ati regulli, që mi a fut kotë si shtonë ata vlazet tonë Shqipërisë. Fatosi ja ka fut kotë, këtë tjetë ja ka fut kotë, sepse po ta analizosh, të atërë vjen në një përfundim që ma mirë qenë ka me dekë, e mos me livritisht, mos me luftu kundër kur gjojtë, mu dorëzuën njës, që mos me vra kërkone, mos me dhe kërkushe, mos me buhan e këni për të bjetë, do pralla dushku që jenë për fmi, edhe me orientu njëzit gabimisht. Kështu që... Pace Adem, e kam pytjen e fundit, me qënë se ke qenë i burgosur, po e lexoja mbram Teodor Kekon, një shkrimtar brillant, edhe
gjithë personazhet e tij të sigurimit shtetit që i përshkruan të ai, ata që kanë qenë pak si më të mirë, më human, i kanë ndihmu, për shembull, personat e akuzuar të burgosur, fill në vitin 92 i kanë largu si gjoja ish komunist. Ndërsa hetust që kanë dhunu, thoshte me emra i cektaj, janë bo demokrat të tërbum. Edhe janë